Princi i vogël. Dikur kur isha 6 vjeç. Në një libër mbi pyetje virgjëra të titulluar Histori të jetuara në natyrë, pash një vizatim të mrekullueshëm. Aty tregohej një gjarë për boa tek po gëlltiste një kafshë. Aty ishte shkruar: boat e gëlltisin prejën e tyre të gjithë për një herë, pa e mbllaqitur fare. Pas kësaj, nuk arrin më të lëvizin nga vendi dhe flen për gjatë 6 muajve pasues, aq sa edhe zgjat procesi i tretjes. Pata medituar gjatë lidhur me aventurat e xhunglës. Dhe nga ana ime, ja dola mban që të skicoj vizatimin tim të parë. U tregova kryeveprën time personave të rritur, duke i pyetur nëse vizatimi im i trembte. Por mu përgjigjen: "Të na tremb? Përse vallë do të duhej të trembej dikush nga një kapel?" Vizatimi im nuk tregonte një kapel. Ai vizatim tregonte një boa që gëlltiste një elefant. Në mënyrë që të shikonin qartësisht se për çfarë bëhej fjalë, vizatova pjesën e brendshme të boas. Duhet gjithnjë t'ua shpjegosh gjërat të rriturve. Vizatimi im numër 2 tregonte pjesën e brendshme të boas, ku dukej qartë elefanti. Kësaj radhe mu përgjigjen se duhet të hiqja dorë nga të vizatuarit e boave, qoftë nga ana e tyre jashtme, qoftë së brendshmi, dhe që t'i kushtoja më tepër vëmendje gjeografisë, historisë, aritmetikës dhe gramatikës. Kështu pra, në moshën 6 vjeçare, unë hoqa dorë nga ajo që mund të kishte qenë karriera ime e lavdishme si piktor. Dështimi i vizatimit tim numër 1 dhe i vizatimit tim numër 2 më patën dekurajuar fare. Të rriturit nuk arrin kurrë të kuptojnë gjë vetvetiu dhe fëmijët lodhen së shpjeguari atyre gjithçka me hollësi për herë. Atëherë zgjodha një tjetër profesion dhe mësova të pilotoj aeroplanët. Fluturova nga pak në përqejt e tërë botës. Dhe në të vërtetë, gjeografia më shërbeu në shumë pikpamje. Me një vështrim mund ta dalloj Kinën nga Arizona. Edhe nëse ndokush, larg qoftë, e humbet udhën në mes të natës, kjo njohuri mund të përbëjë një ndihmë fort të vyer. Kam takuar mjaft njerëz të rëndësishëm në jetën time. Kam jetuar për një kohë të gjatë mes të rriturve. I kam njohur ata nga afër, i kam vëzhguar pa pushim. Por mendimi im për ta nuk është se ndryshoi thelbësisht. Kur takoja ndonjë syresh që më dukej më mendjeçelur, bëja një tentativë me eksperimentin e vizatimit tim numër 1, të cilin gjithmonë e kam ruajtur. Rrekesha të kuptoja në këtë mënyrë, nëse me të vërtetë bëhej fjalë për një person mirëkuptues. Por kushdo që takoja, burr apo grua, më përgjigjej: "Është një kapel." Dhe atëherë nuk flisja më për boa, për pyetje të virgjëra, për yje. E ulja veten në nivelin e tyre. U flisja për lojra me letra, për golf, për politikë, për kravata. Dhe personat në fjalë ndiheshin plotësisht të kënaqur me faktin që kishin takuar një njeri kaq të ndjeshëm. Kështu kalova jetën time, i vetmuar, pa pasur asnjë me të cilin të shkëmbeja 2 fjalë, deri 6 vite më parë kur pësova një aksident me aeroplanin tim në shkretëtirën e Saharas. Diçka që prishur brenda motorit, dhe meqense me vete s'kisha asnjë mekanik dhe as pasagjer, u përgatita vetë që të përpiqesha ta riparoja defektin. Ishte një çështje jetë apo vdekje, për arsye se uji për të pirë kisha vetëm për një javë. Natën e parë fjeta në rër, mijëra milje larg nga çdo qendër e banuar nga njeriu. Isha më izoluar se sa një marinar i braktisur në mes të oqeanit, mbi një trap, pas mbytjes së anijes së vet. Mund ta përfytyroni habin time, kur u zgjova në agim, nga një zëth i çuditshëm që më thoshte: "A do më vizatosh të lutem një dele?" "Çfarë?" "Vizatom një dele." Brofa në këmbë sikur të isha goditur nga një rufe. I fërkova syt disa herë, duke shikuar me kujdes për rreth. Dhe pash një njeri shtat vogël, të mrekullueshëm, që po më shqyrtonte shumë seriozisht. Dhe i bëre një vizatim portretit të tij. Por vizatimi im është gjithsesi mjaft më pak magjepsës se sa vetë modeli. S'është fa im,
pasi qysh në moshën 6 vjeçare që është dekurajuar sa i përket karrierës sime si piktor nga të rriturit, përveç se lidhur me gjarprind boa së jashtmi, apo edhe nga gjarprind boa së brendshmi. Tani me shikoja ngultazi pra këtë fanepsje me sy të zgurdulluar nga habia. Duhet të keni parasysh se gjendesha 1000 milje larg çdo vendi të banuar. E megjithatë, burraci im nuk dukej fare i humbur në mes të shkretëtirës. As i raskapitur nga lodhja, as i mbaruar nga uria, as i djegur nga etja, as i vdekur nga frika. Ai nuk kishte fare pamjen e një fëmije të humbur në mes të shkretëtirës, mijëra milje larg çdo qendre të banuar. Kur arrita më në fund të flas, i thash atij: "Çfarë bën ti këtu?" Dhe atëherë ai më përsëriti fort ëmbëlsisht, si të ishte fjala për diçka shumë serioze. "Të lutem, vizatom një dele." Kur misteri është tepër mbreslënës, njeriu nuk guxon të mos bindet. Sado absurde që të më duke gjithë kjo situatë mijëra milje larg çdo vendi të banuar në një rrezik vdekjeje. Gjithsesi, nxora nga xhepi një fletës letre dhe një stilograf. Por më pas u kujtova se studimet e mia që janë përqendruar tek gjeografia, tek historia, tek matematika. Dhe kështu i thash atij, paksa me keqardhje, se nuk dija të vizatoja. Ai mu përgjigj: "S'ka problem, vizatom një dele." Meqense nuk kisha vizatuar kurrë një dele, unë ribëra për të, njërin nga 2 vizatimet që isha i aftë të bëja. Atë të gjarprit boa nga ana e jashtme. Dhe u çudita fort kur dëgjova burracin të më përgjigjej: Jo, unë s'dua një elefant brenda stomakut të një gjarpri boa. Një gjarpër boa është tepër i rrezikshëm dhe një elefant është tepër bullar. Aty ku jetoj unë, gjithçka është shumë e vockël. Kam nevojë për një dele. Vizatoma një dele. Dhe atëherë vizatova. E pa me kujdes dhe tha: "Jo, kjo dele duket fort shëndetlik, bëm një tjetër." E vizatova. Miku im më buzëqeshi me mirësi dhe mëshirë. "Mund ta shikosh dhe vetë. Kjo s'është një dele, por një dash. Ai ka brirë." E ribëra atëherë sërish vizatimin tim. Por edhe ai mu refuzua, njësoj si të mëparshmit. "Kjo është tepër e moshuar. Dua një dele që të mund të jetoj shumë gjatë." Kësaj radhe durimi më kish sosur krejt. Dhe ndërkaq, mezi po prisja të rregulloja motorin tim. Kështu që sajova një vizatim të 4. Dhe shpika në çast këtë shpjegim: kjo është vetëm kutiçka e saj, kurse delja që doje rri aty brenda. Mbeta fort i habitur kur pash të ndriçohej fytyra e vlerësuesit të vogël të veprës sime. Kjo është pikërisht ajo që doja. A mendon vallë se kësaj deleje do t'i nevojitet një sasi e madhe bari? Përse thua kështu? Sepse aty ku jetoj unë, gjithçka është tepër e vockël. Pa dyshim që do të ketë mjaftueshëm bar për të, nga se delja që të kam dhënë është shumë e vockël. Ai që përkulur për mbi vizatimin tim: "Edhe kaq e vockël nuk është." "Oh, shiko, e paska zënë gjumi." Dhe në këtë mënyrë u njoha me princin e vogël. Mu pa dashur shumë kohë që të kuptoja se nga vinte ai. Princi i vogël që mi bënte pyetjet njëra pas tjetrës, dukej ndërkaq se nuk ja varte as pak pyetjeve të mia. Kështu, kur e shikoi për herë të parë aeroplanin tim, të cilin nuk do rekem ta vizatoj pasi kjo do të ishte diçka shumë e koklavitur për mua, më pyeti: "Çfarë është kjo gjëja?" "Kjo nuk është një gjë. Ajo fluturon. Është një aeroplan. Është aeroplani im." Qesh shumë krenar, tek i tregoja aftësitë e mia fluturuese. Atëherë pati klithur: "Çfarë? Paske rënë nga qielli pra?" "Po," i qesh përgjigjur plot modesti. "Ah, kjo qeka fort qesharake." Dhe princi i vogël ja krisi një të qeshure të hishme, që ma acaroj pa mas. "Puna është se zakonisht
Unë seç kam një dëshirë që fatkeqësitë e mia t'i marrin seriozisht. Pastaj ai pati nisur sërish. Atëherë edhe ti nga qielli vjen? E nga çfarë planeti vall? Pata mundur të shquaj një lloj dritëze të veçantë që përçohej nga misteri i kësaj qenie të çuditshme. Dhe prandaj e pyeta pa pandehur. Mos do më thënë kjo vallë se ti na vjen nga ndonjë planet tjetër? Por ai s'më që përgjigjur. Thjesht u ndi kokën me dashamirësi, teksa shikonte aeroplanin. Kuptohet qartazi se me këtë gjën është e pamundur që të vish nga larg. Dhe pas kësaj, që kredhur në një meditim të stërgjatë. Pastaj, si e pati nxjerr nga xhepi delen time, u zhyt në admirimin e thesarit të tij. Mund ta përfityroni fare lehtë, sa fort më kishte bërë kurështar ai gjysmë rrëfimi i tij mbi planetet e tjera. Kështu që qesh përpjekur që ta shtyja të më thoshte ndonjë gjë tjetër. Po nga vjen ti vallë, more burac? Ku e ke shtëpinë? Ku mendon ta shpjesh vallë delen time? Ai më që përgjigjur pas një heshtjeje meditonjëse. Gjëja e mirë në këtë mes është ajo kutiçka që më patë dhënë. Ka për t'i shërbyer si shtëpi gjatë natës. O, patjetër që po. Dhe nëse do të sillesh mirë, do të jap edhe një litar me të cilin ta lidhësh delen gjatë ditës. Edhe diçka ku ta lidhësh litarin. Propozimi im e pati tronditur thellë princin e vogël. Ta lidh? Sa ide qesharake kjo. Por nëse nuk do ta lidhësh, ajo do të endet kuturu dhe do ta humb rrugën. Miku im i vogël ja krisi një të qeshure tjetër. Po ku dreqin do të shkoj vallë? Kudo qoftë, mjafton të ecë përpara në vit të drejtë. Dhe princi i vogël më që përgjigjur me një ton zëri serioz. S'ka rëndësi, aty ku ri unë, është aq ngushtë sa që dhe ndoshta me një farë melankolie shtoj. Duke ecur përpara në vit të drejtë, nuk është se mund të shkohet fort larg. Pata mësuar kështu, një gjë të dytë mjaft të rëndësishme, se planeti i tij ishte pak më i madh se një shtëpi. E gjithsesi, kjo gjë nuk mund të më çuditste së tepërmi. E dija shumë mirë se mënjan planeteve të mëdha, si puna e Tokës, Jupiterit, Marsit apo Afroditës, të cilëve është vënë një emër, ka dhe qindra të tjerë syresh, që nga njëherë janë aq të veckël, sa që mezi arrin njeriu t'i pikas edhe me teleskop. Kur ndonjë astronom zbulon ndonjë prej tyre, i emërton ata me numra të ndryshëm. I quan për shembull asteroidi 3251. Ndaj dhe unë kam arsye të forta për të besuar se planeti nga i cili vinte princi i vogël është pikërisht asteroidi B612. Dhe do theksuar se ky asteroid është vëzhguar vetëm një herë nga një astronom turk në vitin 1909. Ky i fundit në kohën e vëzhgimit në fjalë pati bërë një demonstrim të madh të zbulimit të vet në një kongres ndërkombëtar të astronomisë. Por i veshur me shallvare dhe fes maj kokës, siç ishte, askush nuk e pati marrë seriozisht të ngratin. Kështu janë të rriturit fundja. Fatmirësisht, për fatin dhe emrin e mirë të asteroidit B612, një udhëheqës turk e pati detyruar popullin e tij në nënkërcënimin e dënimit me vdekje, që të visheshin në mënyrë europiane. Astronomi i lartë përmendur e pati ribër demonstrimin e tij në vitin 1920, i veshur me një kostum tejet elegant kësaj radhe. Dhe në këtë rast, të gjithë patën mbështetur. Arsyeja pse ju tregova kaq shumë hollësi lidhur me asteroidin B612 dhe përse ju arrëfeva edhe numrin e tij vetjak, ka të bëjë me të rriturit. Njerëzit e rritur i duan fort numrat. Kur u flet atyre për një mik të ri tuajin, ata kur nuk interesohen për gjërat thelbësore. S'ju pyesin asnjëherë çfarë timbri ka zëri i këtij miku tuaj, ose cilat janë lojrat e tij të preferuara. A mos mban ai vallë ndonjë koleksion fluturesh? Por ndërkohë, ata gjithmonë pyesin: çfarë moshe ka miku juaj? Sa vëllezër dhe motra ka ai?
sa peshon, sa të holla fiton i ati, dhe prandaj ata vetëm pandehin se e njohin vërtet mikun tuaj. Nëse u thoni të rriturve, sa po pash një shtëpi të bukur me tulla ngjyrë roz, me lule barbaroz në përdritare dhe pëllumba në çati, ata kur nuk do t'ja dalin që ta përfitojnë këtë shtëpi. U duhet thënë, kam parë një shtëpi që kushtonte 100 milion lek, dhe pastaj do të qiren, sa e bukur qënka. Kështu, nëse ju thoni, prova që tregon se princi i vogël ka ekzistuar me të vërtet, qëndron në faktin se ai pati qenë plot hir, se qeshte e gajasej dhe se dëshironte një dele. Që do me thënë se kur dikush kërkon t'i japin një dele, kjo gjë përbën provën përkatëse të ekzistencës së tij. E pra, ata do të ngrenë supet dhe do t'u trajtojnë me përçmim, siç trajtohen fëmijët. Por nëse ndërkaq ju u thoni, planeti nga i cili vinte princi i vogël është asteroidi B612, atëherë ata do të binden menjëherë dhe do t'ju lënë të qetë pa ju bërë pyetje të mëtejshme. Kështu janë të rriturit. S'ka përse të na mbetet hatri me ta. Fëmijët duhet të jenë të mëshirshëm me të rriturit. E fundja pse jo? Nuk na kushton asgjë të sillemi kështu, ne që ja dim kuptimin jetës, ne që s'ja varim fare numrave. Do të më kish pëlqyer të thosha. Na ishte një herë një princ i vogël, që jetonte në një planet pak më të madh se ai vet, dhe që kish fort nevojë për një mik. Për ata që ja din vërtet kuptimin e jetës, kështu do të kishte tingëlluar shumë më kuptim plot. Sepse duhet theksuar se nuk dëshiroj që libri im të lexohet për ciptazi. E kam tepër të dhimbshme rrëfimin e këtyre kujtimeve. Kan kaluar tashmë 6 vjet që kur miku im që larguar bashkë me delen e tij, ndërsa unë jam duke urrekur ta përshkruaj atë për të mos e harruar kurrë. Të harrosh një mik është diçka fort e trisht. Dhe në këtë mënyrë, edhe unë do të bëhesha si ata të rriturit që nuk u intereson për asgjë tjetër, veç se shifrave. Dhe qoftë edhe për këtë arsye pa ta bler një kuti me lapsa ngjyra. Nuk është gjë e lehtë që të vizatosh në moshën time, kur më parë nuk jam bërë të tjera përçapje përveç një gjarë prej boas së jashtmi dhe një gjarë prej boas së brendshmi, dikur në moshën 6 vjeçare. Por sigurisht do të përpiqem të bëj ca portrete tepër të ngjashme me realitetin. Por gjithsesi, nuk jam as fare i sigurt që do t'ja dal mban. Një vizatim del mirë, por tjetri nuk i ngjan as pak originalit. Gaboj edhe për sa i përket shtatit të tij. Këtu princi i vogël është tepër i madh. Dikur princi del tejet i vockël. Ndjej ngurrim edhe sa i përket ngjyrës së veshjes së tij. Dhe atëherë përçapem dhe hezitoj sërish, mirë apo keq qoftë. E si përfundim, do të gabohem lidhur me veçoritë më të rëndësishme. Për këtë do të duhet të më falni. Miku im kur s'më jepte shpjegime. Ndoshta ai mendonte se ishim të njëjtë. Unë, fatkeqësisht, nuk arrija që t'i shquaja delet brenda kutive siç bënte ai. Ndoshta dhe unë jam pak a shumë një lloj si të rriturit. Me sa duket jam plakur pakës. Çdo ditë mësoja ndonjë gjë mbi planetin e tij, mbi nisjen apo udhëtimin që ai kishte bërë. E gjitha ndodhte vetvetiu, mes reflektimeve të tij të shumta. Në këtë mënyrë, në ditën e tretë, pata njohur dramën e baobabëve. Edhe kësaj radhe, pati qenë për shkak të deleve, sepse papritmas, princi i vogël më pati pyetur sikur ta kish ngërthyer një dyshim i thellë. A është valli vërtet që delet ushqehen me shkure? Po, e vërtet është. Më bëhet qefi atëherë. Në fakt nuk pata arritur që ta kuptoj, se përse ishte kaq e rëndësishme që delet të ushqeheshin me shkure. Por princi i vogël pati vijuar. Mos do të thot kjo gjë vallë se ato ushqehen edhe me baobabët? I pata sjell në vëmendje princit të vogël faktin se baobabët nuk bëjnë pjesë tek shkuret, por tek pemët e mëdhaja, sa një kish, dhe se edhe në qoftë se do të kishin marrë me vete një tufë me elefant, prap se prap, nuk do t'ja kishin dalë dot as me një baobab të vetëm. Ideja e tufës së elefantëve pati bërë të qesh princin e vogël. Do të duhet t'i ngjisnim njëri mbi tjetrin.
por ai pati theksuar me mençuri. Baobabët, para se të rriten si pemë vigane, ja nisin si fidan të veckël. Po, kështu është. Por përse vallë ti dashke që delet e tua të ushqehen me fidanët e baobabëve të veckël? E po, vetë kuptohet kjo. Më që përgjigjur ai sikur të bëhej fjalë për ndonjë gjë tepër të dukshme. Dhe më që dashur një përpjekje e madhe mendore për ta kuptuar vetë këtë gjë. Faktikisht, në planetin e princit të vogël ka, ashtu si në çdo planet tjetër, barishte të mira dhe të këqija. Rrjedhimisht, farëra të mira barishte të mira dhe farëra të këqija barishte të këqija. Por këto farëra janë të padukshme. Ato përgjumën brenda fshehtësisë së mëmëstokë, derisa ndonjërit prej tyre syresh ti teket të zgjohet nga letargu. Pastaj ajo zgjatet dhe si fillim ngret drejt diellit, paksa me ndroje, një degës të vockël krejt të padëmshme. Por ndërkohë bëhet fjalë për një bim të ligë, që duhet shkullur për një herë, sa po të jetë vrejtur prania e saj. Kishte disa farëra të tmerrshme në planetin e princit të vogël. Ishin farat e baobabit. Terreni i atij planeti ishte mbushur anë kënd me to. Puna është se me baobabin nëse nuk veprohet në kohë, atëherë njeriu nuk e heq dot më qafe. E pushton tër planetin dhe e te i shkon atë me rrënjët e veta. Dhe nëse planeti në fjalë është tepër i vogël kurse baobabët tepër të shumt në numër, atëherë ai do të shpërbëhej fare. Është çështje disipline, do të më thoshte më vonë princi i vogël. Si mbaron njeriu së bëri dush në mëngjes, pas kësaj duhet bërë me kujdes pastrimi i planetit. Duhet detyruar vetvetja rregullisht që të shkuli rrënjët e baobabëve, por sa i pikas ato në trajtën e shkureve të trëndafilit, të cilave u ngjajnë shumë kur janë të veckël. Kjo është një punë tepër e mërzitshme, por mjaft e lehtë. Dhe një ditë më pati këshilluar që të bëja një vizatim të bukur, që t'u anguliste mirë në kokë këtë ide fëmijëve të vendit tim. Nëse një ditë ata do të bëjnë ndonjë udhtim, më pati thënë, kjo këshill mund t'u dalë fort me vlerë. Ndonjëherë nuk është problem që të lihet për më vonë puna që duhet të bëjmë. Por kur është fjala për baobabët, kjo do të përbënte një katastrofë të vërtetë. Pata njohur një planet të banuar nga një përtac dikur. Ai tipi nuk që kujdesur për shkurret. Dhe sipas udhëzimeve të princit të vogël, e pata vizatuar atë planet. Nuk është se më pëlqen që të tingëlloj si moralist, por rreziku nga baobabët është kaq pak i njohur botërisht. Dhe problemet me të cilat do të mund të përballej ndokush që do ta humbte busullën në një asteroid, janë aq të theksuara saqë një herë në të rrallë vendosa të bëj një përjashtim. Prandaj po ju them, fëmijë, kini kujdes nga baobabët. Dhe duke dashur që t'i paralajmëroj miqtë e mi lidhur me një rrezik që nganjëherë u është skanosur, ashtu si edhe mua, pa qenë fare të vetëdijshëm për këtë gjë, kam punuar kaq shumë për të bërë këtë vizatim. Nga që mësimi që po u jepja të gjithëve e justifikonte krejtësisht mundin tim. Ju fare mirë mund të më pyesni. Përse vallë nuk ka në këtë libër të tjera vizatime po kaq madhështore sa që është ky i baobabëve? Përgjigjja ndaj kësaj pyetje është shumë e thjeshtë. U pata rrekur të bëj një tjetër syresh, por nuk ja pata dalë mban. Ndërsa kur pata vizatuar baobabët, isha i shtyrë nga ndjesia e urgjencës. Oh, princi vogël, pak nga pak arrita ta kuptoj jetën tënde të vockël melankolike. Për një kohë të gjatë, dëfrimi yt i vetëm patën qenë muzgjet pas perëndimit të diellit. Dhe këtë hollësi të re e pata mësuar në ditën e 4, në mëngjes, kur më patë thënë: "Më pëlqejnë shumë perëndimet e diellit. Eja të shkojmë të sodisim një perëndim dielli." "Po duhet të presim një çik." "Të presim çfarë?" "Që dielli të perëndoj pra." Si fillimi ishe habitur pakës dhe pastaj patë qeshur me veten tënde dhe më patë thënë: "Gjithmonë pandeh se jam në shtëpinë time." Faktikisht, kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mesditë, gjithkush e di se dielli perëndon në Francë. Do të mjaftonte që të shkojë në Francë brenda 1 minute
për ta soditur këtë perëndim të diellit. Për fat të keq, Franca ndodhet tepër larg. Por në planetën tënd të vogël, ty të mjaftonte që ta lëvizje karriken pak hapa më tej, dhe pas kësaj mund ta shikoje muzgun sa herë që ta kishte ënda. Një ditë pa ta shikuar diellin tek perëndonte 43 herë, dhe pak më vonë pa të shtuar. E di çfarë? Kur njeriu është shumë i trishtuar, atëherë bëhet tepër i dhënë pas perëndimit të diellit. Mos do të thotë kjo vallë se në ditën e 43 perëndimeve të diellit pa të qenë shumë i trishtuar? Por princi i vogël nuk më qe përgjigjuj. Në ditën e 5, gjithmonë faldeles, më qe rrëfyer sekreti i jetës së princit të vogël. Ai më pati pyetur befas pa i rënë fare rrotull, sikur të bëhe fjalë për frytin e një problemi të medituar së gjati në heshtje. Kur një dele ushqehet me shkure, a mos i ha vallë edhe lulet ajo? Delja ha gjithçka që gjen. Edhe lulet që kanë gjemba? Po, edhe lulet që kanë gjemba. Po atëherë, përse duhen gjembat vallë? Nuk e dija përse shërbenin ato. Në atë moment, isha tejet i zënë, duke u përpjekur që të liroja një bullon shumë të shtrënguar në motorin e aeroplanit tim. Isha i shqetësuar sepse defekti kish nisur të më dukej tepër i rëndë, dhe uji i pishëm që po rallohej, pati nisur të më bëjti druhem më të keqës. Po gjembat për çfarë duhen? Isha i mlefosur nga buloni i motorit dhe u përgjigja pa kujdes. Gjembat nuk duhen për asgjë, ato krijohen për shkak të ligësisë së vetë luleve. Oh, por pas një cope here, ma ktheu me një lloj zemërimi. Nuk të besoj. Lulet janë të dopta, janë naive. Ato e mbrojnë veten si të mundin, pa ndehin se bëhen të fuqishme me gjembat e tyre. Nuk u përgjigja. Në atë moment i thash vetes: nëse ky bulon vazhdon të më rezistoj, do ta thyej fare me një goditje çekiçi. Princi i vogël u ndërfut sërish mes mendimeve të mia. Kështu që ti beson pra se lulet? Jo pra, jo të them, unë nuk besoj asgjë. Thjesht të dhash një përgjigje të çfarëdoshme. Jam duke u marrë me gjëra serioze, unë. Më vështroi i shtangur. Me gjëra serioze? Më vështroi se si mbaja një çekiç në dorë, me gishtat e nxjerrë nga grasoja, teksa isha përkulur mbi një objekt që atij i dukej tejet i shëmtuar. Tani po flet si të rriturit. E pranoj që u ndjeva pak në turp, por ai vijoi pa mëshirë. Ti i ngatëron të gjitha, ti i përzien të tëra. Ishte vërtet i acaruar. I shkunte në erë flokët e tij të praruara. Unë nuk di të ketë një planet ku të jetojë ndonjë zotëri i purpurt. Dikush që kurrë si ka marrë erë një luleje, që kurrë nuk ka vështruar një yll në qiell, që kurrë s'ka dashur ndë kënd, që vetëm rregullon motorin, dhe që gjithë ditën e ditës përsërit si ti: unë jam njeri serioz, unë jam njeri serioz, dhe që fryhet si kacek nga vlerësimi i lartë për veten. Por ai nuk është vërtet një njeri, por vetë se një kërpudh. Çfarë qen ka vallë? Një kërpudh pra. Princi i vogël, tashmë që skuqur nga mlefi. Ka mira vjet që lulet kanë gjemba, dhe ka mira vjet që delet sidoqoftë i han lulet, dhe ty të tingëllua ka vallë gjë serioze të përpjekurit për të kuptuar arsyen përse lulet lodhen kaq shumë për të sajuar ca gjemba që nuk shërbyen për asgjë. Nuk qen ka me rëndësi lufta mes luleve dhe deleve? A nuk qen ka jo vallë diçka më serioze dhe rëndësishme se sa kontrollet që i bën motorit një alamet burri kuqalash? Dhe nëse unë njoh një lule të pashoqe në botë, që nuk gjendet askund tjetër përveç se në planetin tim, dhe të cilën një dele e vogël mund ta shkatërroj me një të kafshuar të beft, ashtu rastësisht një mëngjes, pa qenë e vetëdijshme për atë që po bën, a nuk është diçka e rëndësishme kjo vallë? U skuq dhe ja nisi sërish. Nëse dikush e do një lule, nga lloji së cilës ekziston vetëm një ekzemplar në miliona e miliona yje, atëherë ky fakt është i mjaftueshëm për ta bërë të lumtur kur e vështron ata. Edhe ai thot me vete: lulja ime gjendet aty, dikund. Por nëse delja e ha këtë lule, për të
kjo do të ishte sikur papritur e papandehur, të ryjet të fikeshin me njëherë. Dhe ty së të tingëllua ka e rëndësishme kjo gjë? Nuk mundi të vijoj mëtej. Ja plasit të qarës me dënes. Kishë rënë nata. Unë i kishe braktisur pajisjet e mia. S'doja t'ja dija më për çekiçin tim, për bulonin tim, për etjen dhe vdekjen. Në një planet, atë timin, në tokë pra, ndodhe një princ i vogël që duhej ngushëlluar. E përqafova, e përkunda. I thoja, lulja që ti do, nuk është në rrezik. Do të vizatoj një turist për delën tënde dhe një parzmore për lulen tënde. Unë nuk isha i sigurt se çfarë duhet i thoja. Ndihesha tepër i ngathët. Nuk dija mirë se si ta prekja, si t'i afrohesha. Vendi i lotëve është kaq i mistershëm. Pata mësuar mjaft shpejt që ta njihja më mirë këtë lule. Gjithnjë kishte pasur në planetin e princit të vogël disa lule tepër të thjeshta, të stolisura me një kuror petalesh, që nuk zinin vend dhe nuk i prishnin punë askujt. Shfaqeshin mëngjeseve mes barit dhe fikeshin në mbrëmje. Por kjo lule që shfaqur një ditë, nga një farë që i shfanitur kush e di se nga ku. Dhe princi i vogël e pati vëzhguar nga afër këtë bimë të vogël që nuk i ngjante asnjë bime tjetër. Mund të bëhej fjalë edhe për ndonjë lloj të veçantë baobabi. Por bima në fjalë pati rreshtur shpejt së rrituri dhe kishte nisur të formsonte një lule. Princi i vogël që po kundronte krijimin në një burbuqje madhështore, e pati parandjer shfaqjen e diçkaje të mrekullueshme. Por lulja nuk ja ndalte të përgatiturit për t'u bërë bukur, brenda hapësirës së burbuqjes së saj të gjelbër. Ajo i zgjidhte me kujdes ngjyrat e saj. Vishej me ngadalë dhe i rregullonte petalet një nga një. Nuk donte të çelte zhubravitur si një lulkuqe. Nuk donte të shfaqej në asnjë mënyrë tjetër, veç shkëlqimit më rrezëllitës të hijeshisë së saj. Po, ajo lule ishte fort lozonjare. Zbukurimi i saj mistershëm pati zgjatur me ditë të tëra. Dhe pastaj, kur një mëngjes, pikërisht në orën e agut të mëngjesit, ajo e kishte shfaqur vetveten. Dhe ai që kishte punuar me aq saktësi, pati thënë duke gogësitur: sapo u zgjova, të kërkoj të falur, ende nuk jam krehur. Princi i vogël atëherë nuk pati mundur ta frenonte admirimin e tij. Sa e bukur që qënke, moj lule. E vërtet, i që përgjigjur lulja ëmbëlsisht, dhe kam çelur njëkohësisht me agun e diellit. Princi i vogël e pati kuptuar se kjo lule nuk ishte dhe aq modeste, por megjithatë, gjithçka ishte aq prekse. Besoj se është ora për të ngrënë mëngjesin, pati shtuar. A do të kishe vallë mirësinë që të kujdeseshe për mua? Dhe kështu princi i vogël, krejt i hutuar, pati vajtur të gjejë një ujitse me ujë të freskët dhe i pati servirur lules mëngjesin e saj. Kështu pra e pati munduar ajo me sqimën e saj cazë lozonjare. Për shembull, një ditë, duke folur lidhur me 4 gjëmbat e saj, ajo kishte thënë: mund të vinë tigrat me kthetrat e tyre? Nuk ka fare tigra në planetin tim, pati vënë në dukje princi i vogël. Dhe gjithsesi tigrat nuk ushqehen me barishte. Por unë nuk jam barishte, i që përgjigjur ëmbëlsisht lulja. Më fal, nuk kam frikë nga tigrat, por u druhem fort rrymave të ajrit. A mos do të kishe vallë ndonjë erë pritëse? U druhesh rrymave të ajrit? Qen ka diçka fort e keqe kjo për një bimë, pati vërejtur princi i vogël. Qen ka vërtet tepër e koklavitur kjo lule. Netëve do të më vësh në mbrojtjen e një kupe të qelqt. Bën shumë ftohtë këtu tek ti. Nuk mund të thuhet se kjo është një strehe shumë e përshtatshme për mua. Aty nga vi unë, por fjalët i qenë ndërprerë. Ajo pati ardhur në formën e një fare. Ishte e pamundur që të njihte diçka lidhur me ndonjë botë tjetër. E poshtruar nga që e kishte lënë veten të kapej gafil duke treguar një gënjeshtër kaq të cekët, ajo që kollitur 2-3 herë, duke u rrekur ta bënte princin e vogël të ndihej fajtor. Është vallë një erë pritës ky? Do të shkoja ta kërkoja, por ti nuk po më flisje.
Pas kësaj e pati shtirur edhe më tepër të kolliturin e saj për t'ia shtuar atij brerjen e ndërgjegjes. Kështu pra princi i vogël, pavarësisht tërë dëshirës së mirë që i buronte nga dashuria e tij për këtë lule, pati filluar të ndjente dyshime për të. Ai i pati marrë seriozisht sa fjalë të parëndësishme që e patën bërë të palumtur. Nuk duhet i vija vesh, më rrëfeu një ditë. Kur nuk duhen dëgjuar lulet. Mjafton që vetëm t'i kundrojmë dhe t'u marrim erë. E imja i falte aromën e saj tër planetit, por unë nuk dija se si t'i gëzohesha kësaj gjëje. Ajo historia me kthetrat e tigrave që aq fort më pati mërzitur, në të vërtetë do të ishte dashur që të ma zbuste zemrën. Dhe më pati rrëfyer sërish. Nuk pata ditur të kuptoja asgjë atëherë. Do të që dashur ta gjykoja lulen time nga veprat dhe jo nga fjalët. Ajo më falte aromën e saj të mrekullueshme dhe ma ndriçonte jetën. Por kurse si, nuk do të duhej të isha larguar. Do të ishte dashur që ta pikasja brishtësinë e saj prapa ndoca finesave të vogla. Lulet janë kaq kundërthënë së fundja, por unë isha tepër i ri për të ditur si ta dashuroja. Mendoj se për t'u larguar, ai pati shfrytzuar migrimin e shpendëve të egër. Ditën e nisjes e pati rregulluar mirë planetin e tij, pati fshirë me kujdes grykat e vulkaneve të tij të ndezur. Ai zotëronte 2 vulkane të ndezura, dhe kjo gjë i shkonte fort për shtat për të ngrohur ushqimet për mëngjes. Por gjithashtu zotëronte edhe një vulkan të fikur. Por, siç thoshte ai, nuk i dihej, dhe prandaj i futi një të fshirë edhe grykës së vulkanit të fikur. Nëse gryka pastrohet mirë, atëherë lava brenda vulkaneve digjet me ngadalë, rregullisht, pa shpërthime të befta. Shpërthimet vulkanike janë një lloj si pëlcitjet e vogla të oxhakut. Është e kuptueshme që në planetin ton Tokë, ne jemi tepër të vegjël për të mundur t'i pastrojmë grykat e vulkaneve tona. Dhe për këtë arsye, ato na shkaktojnë kaq andrralla. Princi i vogël pati shkulur edhe burbuqet e fundit të baobabëve. Mendonte se nuk do të kthehej më aty. Por të gjitha ato punë të zakonshme, atë mëngjes i dukeshin skajshmërisht të ëmbla. Dhe kur e pati ujtur për herë të fundit lulen e tij, dhe që bërgati ta strehonte poshtë një këmbane prej qelçi, ai pati zbuluar se po ndjente një dëshirë të madhe për të qarë. Lam tu mirë, i pati thënë lules, por lulja nuk i qe përgjigjur. Lam tu mirë, i pati thënë përsëri. Lulja që kollitur, por nuk ishte nga që qeftohur. Që është treguar shumë i mefsht, pati thënë ai më në fund. Falm të lutem dhe përpiqu të jesh e lumtur. Pati mbetur i habitur nga mungesa e qortimeve, që shtangur krejt duke ngrirë në vend me kupën në dorë. Nuk arrinte dot ta kuptonte atë ëmbëlsi të heshtur. Po pra, të dua edhe unë, pati thënë lulja. Dhe ti nuk pate mundur ta mësosh këtë gjë për fajin tim. Gjithsesi kjo s'ka rëndësi, por ta dish që i mefshti e treguar po aq sa edhe unë. Përpiqu të jesh i lumtur edhe ti. Largoje këtë kupë të qelqt, nuk e dua më. Po era, nuk është se jam ftohur vërtet aq shumë. Ajri i freskët i natës do të më bëj mirë. Fundja lule jam. Po shtazët e egra, do të më duhet të duroj ndonjë vemje, nëse dua që të takoj edhe fluturat. Thuhet se janë kaq të bukura ato. Por ndryshe kush do të më vi vallë për vizitë mua? Ti do të jesh larg. Dhe nga shtazët e mëdha, nuk kam frikë as pak. Kam kthetrat e mia unë. Dhe i pati treguar me naivitet gjembat e saj. Pastaj pati vazhduar. Mos e zgjat më tepër, po bëhet acaruese kjo situatë. Me qënë se ke vendosur të ikësh, atëherë bën mirë të largohesh. E bënte nga që nuk donte që ta shihja të këqante. Ishte një lule kaq krenare. Princi i vogël ndodhe në rajonin e asteroideve 325, 326, 327, 328, 329 dhe 330. Pati nisur t'i vizitonte se cilin syresh për të gjetur ndonjë punë dhe për t'u arsimuar. Asteroidi i parë banohej nga një mbret. Mbreti në fjalë i veshur me petka ngjyrë të purpurt dhe hermin, rinte ulur mbi një fron
sa të thjesht, aq edhe madhështor. Ah, ja ku më erdhi një nënshtetas. Pati klithur mbreti, por sa e pati pikasur princin e vogël. Dhe princi i vogël e kishte pyetur veten: "E si mundet të më njohë vallë nëse kurrë nuk më ka parë?" Ai nuk e dinte se në këndvështrimin vetjak të mbretit, bota është diçka të jetë e thjeshtësuar. Gjithë njerëzit i bie të jenë nënshtetas të tij. Afrohu pak të shoh më mirë. I pati thënë mbreti që tani po ndihej fort krenar, që ishte shndërruar në mbretin e dikujt. Princi i vogël pati kërkuar me sy ndonjë vend ku të ulej, por i tërë planeti ishte mbuluar nga pelerina mbretërore prej Hermine. Ju desh të rinte në këmbë, por ishte aq e raskapitur sa që gogësiu. Nuk është fort e hishme që të gogësish në prani të një mbreti, i pati thënë monarku. Të ndaloj ta bësh prap. Nuk mund të mos e bëj dot, i që përgjigjur krejt i hutuar princi i vogël. Kam bërë një udhtim të gjatë dhe akoma nuk kam vënë gjumë në sy. Atëherë, i pati thënë mbreti, të urdhëroj të gogësish. Janë bërë shumë vite që nuk shoh dikë të gogësi, dhe prandaj gogësimat përbëjnë diçka fort kurioze për mua. Jepi pra, gogësi sërisht. Të urdhëroj ta bësh. Tani më trembët, nuk po mundem dot më, i pati thënë princi i vogël duke u skuqur nga ndrojtja. I që përgjigjur mbreti. Atëherë unë të urdhëroj që të gogësish nga pak e nga pak. Pati përshpëritur diçka dhe që dukur një çik i mërzitur. Kjo nga që mbreti e kishte tepër të rëndësishme respektimin e autoritetit të tij. Ai nuk e toleronte as pak mosbindjen. Ishte një monark absolut. Por me që njëkohësisht ishte edhe tepër zemërmirë, jepte urdhra të arsyeshëm. Nëse do të urdhëroja, thoshte zakonisht. Nëse do t'i urdhëroja një generali që të shndërrohej në një shpend detar, dhe nëse generali në fjalë nuk do të më bindej, faj nuk do të ishte i generalit. Fajin do ta kisha unë. A mundem vallë të ulem? Pati pyetur plot ndrojtje princi i vogël. Të urdhëroj të ulesh, i që përgjigjur mbreti, i cili pati tërhequr plot madhështi mbretërore, një cep të pelerinës së tij prej Hermine. Princi i vogël që ndjerë fort i çuditur. Planeti ishte tepër i vogël dhe nuk merrej vesh mbi çfarë mund të mbretërohej aty. Lart madhëria juaj, i pati thënë. Të më falni që po marr guximin t'ju pyes. Të urdhëroj të më pyesësh, i që përgjigjur nxitim thi mbreti. Lart madhëria juaj, mbi çfarë mbretëroni ju vallë? Mbi gjithçka, i që përgjigjur mbreti thjesht fare. Mbi gjithçka. Mbreti me një gjest të matur, i pati treguar me gisht planetin e tij, planetet e tjera dhe të ryjet. Mbi të gjitha këto, pati pyetur princi i vogël. Mbi të gjitha këto, i që përgjigjur mbreti. Nga që ai nuk ishte vetë se një monark absolut, por ishte edhe një monark universal. Dhe kjo do të thotë që yjet ju binden? Sigurisht që po, i pati thënë mbreti. Më binden me një herë. Unë nuk e toleroj mungesën e disiplinës. Një pushtet i këtillë e pati shtangur krejt princin e vogël. Nëse do ta kishte pasur ai vetë, atëherë do të kishte mundur të shikonte jo vetëm 43, por edhe 72, ose qoftë edhe 100, ndoshta 200 perëndime dielli brenda të njëjtës ditë, pa pasur fare nevojë ta lëvizte ndopak karriken e tij. Dhe duke qenë se po ndihej pak i trisht tek mendonte për planetin e tij të vogël të braktisur, ai pati guxuar t'i kërkonte një nder mbretit. Do të kisha shumë dëshirë të shikoja një perëndim dielli. Bëmani këtë nder, ju lutem. Urdhëroni diellit që të perëndoj. Nëse do t'i jepja urdhër një generalit tim të fluturonte nga një lule në tjetrën sikur të ishte një flutur, ose që të shkruante një tragjedi, ose që të shndërrohej në një shpend detar. Dhe nëse generali në fjalë të mos i bindej urdhrit të marr, kush do ta kishte gabim, ai apo unë? Do ta kishit gabim ju? Pati thënë me bindje princi i vogël. E sakt. Prandaj kujtdo, i do kërkuar ajo çfarë kushdo e ka të mundur të jap, pa të vijuar mbreti. Autoriteti mbështetet pikë së pari tek arsyeja e shëndosh. Nëse ti i jep urdhër popullit tënd që të shkojnë të gjithë të hidhen në det, atëherë populli do të ngrihet në revolucion.
ndërsa unë gëzoj të drejtën për të kërkuar bindjen ndaj meje, nga që urdhat e mia janë të arsyeshëm. Po atëherë çdo bëhet me perëndimin tim të diellit? Pati ripyetur princi i vogël që kur nuk haronte një pyetje të shtruar prej tij. Perëndimin tënd të diellit do ta shijosh, pasi këtë gjë do ta kërkoj të ndodh, por brenda kufive të maturisë sime qeverisëse, do të pres që kushtet të jenë të favorshme. E kur do të jenë të këtilla vallë? Deshe të informoj princi i vogël. I që përgjigjur mbreti që ndërkohë po këshyrte një kalendar të madh. Do të ndodh diku rreth orës, do të ndodh këtë mbrëmje, rreth orës 7:40 minuta, dhe do ta shohësh se si do të më bindet me saktësi. Princi i vogël pati gogësitur. Po e qante perëndimin e tij të humbur të diellit, dhe për më tepër kish nisur t'i mërzitej kjo situatë. Nuk kam asgjë për të bërë këtu, i pati thënë mbretit. Po largohem. Mos u largo, i që përgjigjur mbreti, i cili tashmë po ndihej tepër krenar, që më në fund kishte gjetur një nënshtetas për vete. Mos u nis, do të bëj ministër. Ministër i çfarë gjëje? I drejtësisë. Po këtu nuk ka asnjëri për të gjykuar. Si dihet asnjëherë, i pati thënë mbreti. Akoma nuk i kam rënë kryqe të rthor mbretërisë sime. Jam tepër i moshuar, por këtu nuk ka vend për një karrocë dhe unë jam lodhur duke ecur në këmbë. Por tashmë këtu gjithçka e kam parë unë, i pati thënë princi i vogël teksa zgjatej për t'i hedhur edhe një sy anës tjetër të planetit. Asandej nuk duket të ketë frym të gjallë. Do të gjykosh veten tënde, i që përgjigjur mbreti. Kjo është gjëja më e vështirë për të bërë. Është shumë më e vështirë të gjykosh veten tënde se sa të tjerët. Nëse arrin ta gjykosh vetveten në mënyrë të pa-anshme, kjo do të thotë se je me të vërtet njeri i mençur. Unë, i pati thënë princi i vogël, unë mund ta gjykoj veten kudo qoftë. Nuk kam nevojë që të banoj këtu për ta bërë këtë. Pati thënë mbreti. Besoj se diku në planetin tim duhet të jetë një mi i motshëm. E dëgjoj tek Ramon Nedve. Ti do të mund ta gjykosh këtë mi të motshëm. Do ta dënosh me vdekje her pas here. Në këtë mënyrë, jeta e tij do të varet nga ndjenja jote e drejtësisë. Por gjithsesi do ta falësh gjithmonë për të ekonomizuar qeniet e dënueshme, sepse vetëm një syresh do të kesh fundja. Nuk më pëlqen të dënoj dikë me vdekje, i që përgjigjur princi i vogël. Para pëlqej të largohem prej këtu. Jo, i pati thënë mbreti. Por princi i vogël që kish përfunduar se përgatituri për t'u nisur, nuk donte që ta mërziste monarkun e vjetër. Nëse lartmadhëria juaj dëshiron që t'i bindem në mënyrë të saktë, mjafton që të më jepni një urdhër të arsyeshëm. Mund të më urdhëroni për shembull që të nisem përpara se të ketë kaluar 1 minutë. Më duket se kushtet janë të favorshme. Dhe meqense mbreti nuk po përgjigjej, princi i vogël pati nguruar pakës. Dhe pas kësaj, pas një psheretime që nisur. Të emëroj si ambasadorin tim, i pat bërtitur pas krahëve mbretin Zitimthi. E pati thënë me një ton fort autoritar. Qenë kanë vërtet të çuditshëm këta të rriturit. Pati menduar me vete princi i vogël, gjatë udhëtimit të tij. Planeti i dytë banohej nga një mendje madh. Ja ku po vjen për vizitë një admirues i imi. Pati thirrur nga larg mendje madhi sapo e pati pikasur princin e vogël. Për mendje më dhëntë, gjithë njerëzit e tjerë janë vetëm adhurues të tyre. Mirdita, pati thënë princi i vogël. Sa kapele qesharake që paske. Shërben për të përshëndetur, i që përgjigjur mendje madhi. Për t'i përshëndetur gjindjen kur brohorasin për mua, por fatkeqësisht askujt nuk i bie udha nga këto anë. Vërtet? I pati thënë princi i vogël që nuk po kupton të gjë. Përplasi duart njëra me tjetrën, e pati këshilluar më pas mendje madhi. Princi i vogël i pati përplasur duart njëra me tjetrën dhe rrjedhimisht, mendje madhi pati përshëndetur duke hequr kapelen. Kjo qenë ka më interesante se sa vizita tek mbreti. Pati menduar princi i vogël dhe pati rifilluar t'i përplas duart njëra me tjetrën. Dhe menjëherë mendje madhi pati rinisur të përshëndeste duke ngritur kapelen. Pas 5 minutash duke ushtruar këtë skenë, princi i vogël që lodhur nga monotonia e kësaj loje. E çfarë do bër vallë?
pati pyetur që kjo kapele më në fund të bjerë për tokë, por mendje madhi nuk e kishte kuptuar. Mendje më dhejnë nuk kupton gjë tjetër, veç lavdeve. Më admirua ke shumë, apo jo? E pati pyetur ai princin e vogël. E çfarë dashka të thot fjala admiroj? Admiroj do të thotë të pranosh se unë jam njeriu më i bukur, më elegant, më i pasur dhe më inteligjent në të gjithë këtë planet. Por vetëm ti jeton në këtë planet. Bëma qefin, të lutem, admirom gjithsesi. Të admiroj, i pati thënë princi i vogël duke ngritur pak supet. Por çdo bik e ti nga kjo? Dhe princi i vogël që larguar. Është e pamohueshme që të rriturit janë fort të habitshëm, mendonte ai me vete. Plot humor gjatë udhëtimit të tij. Planeti fqinj banohej nga një planec. Kjo vizitë pati qenë tepër e shkurtër, por e pati zhytur princin e vogël në një det melankolie. Çfarë po bën? E pati pyetur ai planecin që rinte në heshtje përballë një koleksioni shishesh të zbrazura dhe një koleksioni tjetër me shishe të mbushura. Jam duke pirë, i që përgjigjur me një zë të zymë planeci. E përse valli e duke pirë, e pati pyetur princi i vogël. Për të harruar, i që përgjigjur planeci. Për të harruar çfarë? Pati dashur të di princi i vogël, të cilit tanim kish nisur t'i vi keq për të. Për të harruar se kam turp, i pati rrëfyer planeci, duke ulur kokën. Turp për çfarë? Pati ngulmuar princi i vogël që donte ta ndihmonte. Turp që jam planec, kishte thënë planeci, dhe që mbyllur në një heshtje përfundimtare. Princi i vogël që larguar plot më dyshje. Të rriturit ishte e pamohueshme që ishin tepër të habitshëm, pati menduar ai me vete gjatë udhëtimit. Planeti i katërt banohej nga një biznesmen. Ky njeri ishte kaq i zënë me punë, saqë as se pati ngritur kokën fare kur kishte ardhur princi i vogël. Mirdita, i patë thënë princi i vogël. Ju është fikur cigarja. 3 plus 2 bëjnë 5. 5 plus 7 baraz me 12. 12 plus 3 baraz me 15. Mirdita. 15 plus 7 bëjnë 22. 22 plus 6 baraz me 28. Nuk kam kohë për ta rindezur cigaren. 26 plus 5 baraz me 31. Kështu pra, qënë ka 501.622.731. 501 milion çfarë? Akoma këtu qënë këti. 501 milion. Se di çfarë, jam kaq i zënë. Jam njëri serioz unë, nuk ngatërohem me dokra. 2 plus 5 baraz me 7. 501 milion çfarë? Pati përsëritur princi i vogël i cili kur nuk ishte hequr dorë nga një pyetje në moment që kishte parashtruar atë. Biznesmeni pati ngritur kokën. Prej 54 vitesh që jetoj në këtë planet më kanë shqetësuar vetëm 3 herë. Hera e parë pati qenë 22 vite më parë, nga një insekt që një zot e di nga kishte ardhur. Bënte një zhurmë të tmerrshme dhe për këtë shkak pata bërë 4 gabime në llogaritë mia. Herën e dytë pati qenë 11 vite më parë, si pasojë një krize reumatizmale, nga që nuk lëviz kurrë dhe nuk kam kohë të endem përreth. Jam njëri serioz unë. Kurse hera e tretë, po e përjetojmë tani. Po thoja pra 501 milion. 1 milion çfarë? Biznesmeni e pati kuptuar se nuk kishte shpresë që ta linte të qetë. 1 milion nga ato gjërat e vockla që duken nga një herë në qiell. Miza thua? Jo pra, ato gjërat e vockla shndritëse. Blet? Jo pra, ato gjërat e vogla të praruara që i bëjnë të ndërrojnë me sy hapur për tacët. Por unë ndërkohë, jam njëri serioz. Unë nuk kam kohë për të ndëruar me sy hapur. Bëhet fjalë për yjet. E pra, për yjet. Dhe çfarë do të bësh vallë me 100 milion yje? 501 milion e 622.731. Jam njëri serioz, unë. Jam njëri tejet i sakt. E çfarë do të bësh vallë me këto yje? Çfarë u dashka të bëj me to? Po, asgjë prej gjëje, të mijat janë. Qënë kanë të tuat yjet? Po,
Po unë sikur sa po takova një mbret që mbretërit nuk zotërojnë. Ata vetëm mbretërojnë mbi diçka. Janë të ndryshme këto gjëra. Po ti çdo bike nga të zotëruarit e yjeve? Kam dobi se në këtë mënyrë jam i pasur. Dhe çdo bike nga të qenit i pasur? Se kështu mund të blej yje të tjera, nëse gjenden akoma të tillë. Ky tipi pati menduar me vete princi i vogël. Mendua ka pak a shumë si planeci më parshëm. Por sidoqoftë bëri edhe një tjetër pyetje. E si mund të zotërohen vallë yjet? Të kujt janë ato? Pyeti biznesmeni i dhnak. Se di, të askujt besoj. Atëherë janë të mijat, meqense jam i pari që e ka menduar këtë gjë. Dhe mjaftua ka kjo? Sigurisht. Kur gjen një diamant që nuk i përket askujt, atëherë ai bëhet i yti. Kur gjen një ishull që nuk i përket askujt, atëherë bëhet i yti gjithaq. Kur të vjen ty një ide para të tjerëve, shkon dhe regjistron atë si tënden, me ligj, dhe jo t'ja mbetet. Kështu edhe unë i zotëroj yjet, sepse asnjëherë ndokujt para meje si pa t'i shkuar në mendje, t'i zotëronte ato. Kjo do pranuar që është e vërtet, pa t'i thënë princi i vogël. E çfarë do të bësh me to? Kam për t'i administruar, do t'i numroj dhe do t'i rinumroj, pa t'i thënë biznesmeni. Është punë mjaft e koklavitur, por unë jam njëri serioz. Unë. Princi i vogël akoma nuk ndihej i kënaqur. Unë, nëse zotëroj një shami mëndafshi, mund ta lidh atë rreth qafës dhe ta marr me vete. Nëse zotëroj një lule, mund ta këpus lulen dhe ta marr me vete. Por ndërkaq ti e ke të pamundur që ti marrësh me vete yjet e tua. Jo, por mund t'i depozitoj në bank. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se mund ta shkruaj në një copës letre numrin e yjeve të mia dhe pas kësaj mund ta mbyll me çelës në një kasafort këtë copës letre. Kaq ishte e gjitha? Mjafton kaq. Qenka fort argëtuese, pati menduar princi i vogël, dhe mjaft poetike po ashtu. Por jo edhe aq serioze. Princi i vogël kishte lidhur me gjërat serioze disa ide tepër të ndryshme, nga ato të rriturve. Unë, pati thënë princi i vogël, zotëroj një lule që e ujis për ditë. Zotëroj 3 vulkane, grykën e të cilëve e pastroj për javë. Sepse do thënë se unë e pastroj edhe grykën e vulkanit të fikur. Si dihet asnjëherë se ç'ndodh, sepse është e dobishme si për vulkanet e mia, ashtu edhe për lulen, fakti që unë i zotëroj ato. Por ndërkohë ti nuk paraqet asnjë lloj dobie për yjet. Biznesmeni pati hapur gojen, por nuk pati gjetur asnjë gjë të denjë për t'u përgjigjur, dhe ndërkaq, princi i vogël që larguar. Është e pamohueshme që të rriturit janë vërtet të jashtëzakonshëm. Kish menduar me vete princi i vogël gjatë udhëtimit. Planeti i pestë ishte fort i çuditshëm. Aty kishte vend vetëm për një fener dhe njeriu që e ndiste atë. Princi i vogël nuk e gjente dot se për çfarë mund të shërbenin në humbtirat e universit. Në një planet pa shtëpi dhe pa banor, një fener dhe fener ndezësi. Por gjithsesi ai pati menduar me vete. Ndoshta ky njeriu këtu është vërtet tepër absurd. Por sidoqoftë, është më pak absurd se sa mbreti, mendjemadhi ose biznesmeni dhe planeci. Të paktën puna e tij një kuptim e ka. Ky këtu fenerin e vet, e ndez, dhe kjo është sikur të ishte duke ndezur një yll më tepër në qiell, ose të çelur një lule. Ndërsa kur e fik, është sikur e vë në gjumë lulen ose yllin e vet. Kjo qen ka një punë shumë e bukur dhe është vërtet mjaft e dobishme, sepse është e hijshme. Duke u ngjitur në atë planet, e pati përshëndetur plot respekt fener ndezësin. Mirdita, përse vallje duke e fikur fenerin tënd? E kam për detyrë, i që përgjigjur fener ndezësi. Mirdita. E çfarë do me thënë detyra vallë? Do me thënë që nevojitet të fik fenerin tim. Mirëmbrëma. Dhe e pati rindezur. Po tani, përse po e rindez? Se e kam për detyrë. Nuk po arrit të kuptoj dot gjë, i pati thënë princi i vogël. Nuk ka asgjë për të kuptuar këtu. U përgjigj burri. Detyra është detyrë. Mirdita. Dhe e pati fikur fenerin. Pas kësaj e pati fërkuar ballin me një shami me vija të kuqe. Unë kam një profesion të tmerrshëm.
Dikur ishte më i arsyeshëm, e fike në mëngjes dhe e ndizje në mbrëmje, dhe tër pjesën tjetër të ditës çlodhesha dhe gjithë natën flija. Po pastaj mos pati ndryshuar detyra gjë? Nuk është se ka ndryshuar detyra, tha fenerndezësi. Pikërisht këtu është çështja. Puna është se planeti vit pas viti ka filluar të rrotullohet gjithmonë më shpejt dhe ndërkaq detyra ime nuk ka ndryshuar. Dhe, pyeti princi, dhe tani që bën një rrotullim në minutë, nuk kam më asnjë minutë pushim, e ndez dhe e fik një herë në minutë. Sa dëfryese qenka, ditët në planetin tënd zgjasin një minutë. Jo, kjo nuk është as pak argëtuese, ju përgjigj burri. A je i vetëdijshëm për faktin se është bërë një muaj që po flasim ne të dy? Një muaj? Po pra, 30 minuta. Këtu janë baraz me 30 ditë. Mirëmbrëma. Dhe e pati rindezur fenerin. Princi i vogël e pati vështruar dhe pati ndjer pa prit mas një vlerësim të madh për këtë njeri, që i qëndronte kaq besnik detyrës së tij. I qenë kujtuar dhe perëndimet e diellit që ai vet dikur i gjemonte, duke lëvizur karrigën e tij. Dhe prandaj deshi që ta ndihmoj mikun e tij. E di si është puna? Unë njoh një mënyrë se si mund të pushosh kur të duash. Do të doja të pushoja gjithnjë, tha burri, sepse njeriu mund të jetë njëkohësisht edhe besnik edhe përtac. Dhe princi i vogël pa të vijuar. Planeti yt është kaq i vogël sa që me 3 hapa mund të biesh rrotull. Mjafton që të ecësh aq ngadalë sa të mbetesh gjithmonë nën diell. Kur do të duash të pushosh, do të mjaftoj të ecësh dhe dita do të zgjas aq sa të duash ti. Nuk më bën shumë punë, pati thënë burri. Gjëja që më tepër dëshiroj në këtë jetë është që të mund të flej gjumë. Pas ke qenë pa fat, tha princi i vogël. Pas kam qenë pa fat, ju përgjigj burri. Mirdita. Dhe pas kësaj e pati fikur fenerin e tij. Këtë burr, mendoi princi i vogël teksa vazhdonte me udhëtimin e tij. Këtë burr do ta përçmonin të gjithë të tjerët. Mbreti, mendjemadhi, pianeci, biznesmeni. Megjithatë, ky është i vetmi ndër ta që nuk më duket qesharak. Ndoshta nga që ai kujdeset për diçka tjetër veç vetvetes. Pati pshërëtir nga keqardhja dhe pati menduar sërish me vete. Ky është i vetmi ndër ta me të cilin do të mund të kisha lidhur miqësi. Por planeti i tij ishte tepër i vogël dhe nuk ka vend në sipërfaqen e tij për 2 persona. Ajo që princi i vogël nuk guxonte t'ia pranonte as vetes, ishte se nga ky planet do t'i mungonin mbi të gjitha 1440 perëndimet e diellit brenda 24 orëve. Planeti i 6 pati qenë 10 herë më i madh. Aty banonte një burr i motshëm që shkruante ca libra të stërmëdhenj. Ja ku po na vjen një eksplorues, pati klithur burri kur e pati shquajtur princin e vogël. Princi i vogël, që ulur në tavolinë duke regëtir pakës, kishte shumë kohë që udhtonte. Nga na vjen? Pyeti burri i motshëm. Çfarë është ky libër i madh? Tha princi. Me çfarë merresh ti këtu? Unë jam një gjeograf, pati thënë burri. Dhe me çfarë u merr ka një gjeograf vallë? Ai është një njeri i mençur që e di se ku ndodhen detrat, lumenjt, qytetet, malet apo shkretëtirat. Kjo qenë ka fort interesante, tha princi i vogël. Më në fund pas kam gjetur një profesion të vërtet. Dhe i pati hedhur një sy përreth tër planetit të gjeografit. Gjerë më tani kur më parë nuk ishte shikuar një planet më madhështor. Qenë ka vërtet tepër i bukur planeti juaj. A mos ka valle dhe oqeane këtu pari? Nuk kam se si ta di, pati thënë gjeografi. Princi i vogël pati mbetur i zhgënjur. Po male, a ka këtu? Nuk kam se si ta di, pati thënë gjeografi. Po qytete, lumenj, shkretëtira, a ka vallë? As këto gjëra nuk kam se si ti di, i pati thënë gjeografi. Por ju sikur ishit gjeograf? E sakt, ju përgjigj burri. Por unë nuk jam një eksplorues ndërkaq. Më mungojnë krejtësisht eksploruesit mua. Sepse nuk është gjeografi ai që vetë të numëroj qytetet, lumenjt, malet, detrat, oqeanet dhe shkretëtirat. Gjeografi është një person tepër i rëndësishëm për t'u endur së koti nëpër botë. Ai nuk largohet kurrë nga zyra e vet, por vetëse pret aty eksploruesit. I merr ata në pyetje dhe mban shënime kujtimet e tyre.
Dhe nëse kujtimet e ndonjërit syresh I duken interesante, gjeografi porosit që të kryet edhe një hetim mbi moralin e eksploruesit në fjalë. E përse vallë? Pyeti princi. Sepse nëse eksploruesi do të gënjente, kjo gjë do të shpinte drejt një katastrofe të vërtet në librat e gjeografisë. Kështu do të ndodhte edhe me një eksplorues që do të mund të ishte pakës planetës. E përse vallë? Pyeti princi. Sepse planetët shikojnë dy fish, dhe si rrjedhoi gjeografi do të shënonte dy male aty ku realisht do të kishte një të tillë. Unë njoh dikë, tha princi I vogël, që do të ishte një eksplorues I keq. E mundur është. Pra në ato raste, kur morali I eksploruesit duket në rregull, gjithsesi duhet bërë një hetim mbi zbulimet e tij. Kjo do me thënë që u dashka shkuar të shihet zbulimi përkatës me sytë e tu? Jo, kjo është tepër e koklavitur. Por, kërkohet vendosshmërisht që eksploruesi të paraqesë provat e veta. Për shembull, nëse bëhet fjalë për një mal të madh, pretendohet që ai të ketë sjellë ca gur të mëdhenj. Befas gjeografi që e mallëngjyer. Po ti vjen nga larg. Ti je një eksplorues. Duhet të ma përshkruash planetin tënd. Dhe gjeografi, si e pati hapur regjistrin e vet, e pati mprehur lapsin. Tregimet e eksploruesve së pari merren shënim me laps, dhe porsa eksploruesi ka mbaruar së paraqituri provat e veta, ato shënohen me stilolaps. Atëherë, pyeti gjeografi. Aty nga ku vi unë, tha princi I vogël, nuk ka shumë gjëra interesante sepse është një planet shumë I vockël. Kam 3 vulkane, 2 prej tyre të ndezur dhe njëri I fikur. Por si dihet asaj pune? Si nuk I dihet asaj pune, pati thënë gjeografi. Kam edhe një lule. Ne nuk I shënojmë lulet këtu, pati thënë gjeografi. E përse vallë? Ato janë gjëja më e bukur, sepse lulet janë jetë shkurtra. E çfarë dashka të thot fjala jetë shkurtër vallë? Librat e gjeografisë janë librat më të çmuar mes gjithë librave të tjerë. Ato nuk dalin kurrë nga moda. Ndodh shumë rrallë që një mal të lëviz vendit. Është po aq e rrallë që një oqean të thahet. Ne përshkruajmë ca gjëra të përjetshme, tha gjeografi. Por vulkanet e fikura mund edhe të ngjallen. Ja pati ndërprer fjalën princi I vogël. E çfarë dashka të thot fjala jetë shkurtër? Fakti që vulkanet mund të jenë të fikura apo të ndezura, aq na bën neve, tha gjeografi. Ajo që ka rëndësi për ne është vetë mali, ai nuk ndryshon kurrë. Por çfarë do me thënë jetë shkurtër ndërkohë? Pyeti përsëri princi I vogël, I cili në jetën e vet kurrë nuk kishte hequr dorë nga një pyetje në momentin që kishte shtruar atë. Do të thotë që gjëja në fjalë kërcënohet nga zhdukja brenda një kohe të shkurtër. Lulja ime do më thënë që do të zhduket së shpejti? Sigurisht. Lulja ime që ka jetë shkurtër? Pati menduar me vete princi I vogël. Dhe ajo ka vetë se 4 gjemba për të mbrojtur nga të gjitha rreziqet e kësaj bote, kurse unë e lash atë vetëm. Për herë të parë, ndjeu ndërgjegjen ti brende. Por I dha kurajo vetes. Çfarë do të më këshillonet që të shkoja për të vizituar? Planetin Tokë, I që përgjigjur gjeografi. Ka një emër të mirë ai planet. Dhe princi I vogël që larguar duke menduar ende për lulen e tij. Dhe planeti I 7 pati qenë pra Toka. Toka nuk është një planet çfarëdo. Aty ka plot 111 mbretër, pa haruar të numërojmë këtu mbretërit me ngjyrë. Ka edhe 7.000 gjeograf, 100.000 biznesmen, 7 milione gjysmë planetës, 312 milion mendje mëdhenj, pra rreth 2 miliard të rritur gjithsej. Por t'ju dhënë një ide të qartë mbi përmasat e tokës, do t'ju them se përpara se të shpikej elektriciteti, duheshin mbajtur në të 6 kontinentet. Një ushtri e vërtetë e përbërë nga 462.512 fenerë ndezësisht për të kujdesur për fenerët mbi sipërfaqen e tokës. E parë nga larg, kjo skenë të linte një përshtypje të mrekullueshme. Lëvizjet e kësaj ushtrie drejtoheshin një lloj si ato të një baleti në opera. Të parët e kishin radhën fenerndezësit e Zelandës së Re dhe të Australisë. Dhe pastaj, këtyre pasi kishin ndezur fenerët e tyre, u vinte ora për të fjetur.
Më pas hynin në skenë fenerëndezësit e Kinës dhe të Siberisë. Pastaj edhe këta zhdukeshin mbrapa kuintave. Mëtej vinte radha e fenerëndezësve të Rusisë dhe të Indisë. Më vonë e atyre të Afrikës dhe Europës. Pastaj e atyre të Amerikës së Jugut dhe Amerikës së Veriut. Dhe s'ndodhte kurrë që ta ngataronin radhën e të hyrit në skenë ata. Ishte diçka madhështore. Vetëm fenerëndezësi i vetëm i polit të Veriut dhe kolegu i tij, i fenerit të vetëm të polit të Jugut, bënin një jetë prej përtacësh dhe mos kokçarësish. Ata nuk punonin, përveç se një herë në vit. Ndodh ndonjëherë kur duam ta marrim me humor ndonjë tematikë, që të gënjejmë pakës. Faktikisht nuk është se jam treguar tepër i kujdesshëm kur ju pata folur për njerëzit që ndezin fenerët. Kështu që rrezikoj t'u jap atyre njerëzve që nuk e njohin atë, një ide të gabuar të planetit tonë. Njerëzit në të vërtetë zënë shumë pak vend në tokë. Nëse 2 miliard banorët që e popullojnë tokën do të rrinin të gjithë në këmbë ngjitur njëri me tjetrin, siç ndodh kur mblidhen në ndonjë tubim, atyre do të mjaftonte fare mirë hapësira e një sheshi prej 20.000 metrash gjerësi dhe 20.000 metrash gjatësi. Kështu pra, tërë raca njerëzore do të mund të mblidhej dengës në një ishull të vogël të oqeanit paqësor. Por natyrisht që të rriturit nuk do t'ua besonin këtë pohim. Ata pandehin se zën shumë vend. Atyre u duket vetja po aq të rëndësishëm sa edhe baobabët. Atëherë do të ishte e udhës që t'i këshillonit që të bënin një 2 llogari, meqense janë të marrosur pas llogarive dhe patjetër që do t'u pëlqejnë shumë. Por bëni mirë të mos humni tepër kohë me këtë mendim, sepse është i kotë, meqense keni besim tek unë. Princi i vogël, si kisha arritur në tokë, që ndjerë fort i befasuar që nuk pati shikuar askënd. Tashmë po druante se mos kishte ngatruar planet, kur një si unaz me ngjyrë hëne pati nisur të lëviz në përrër. Mirëmbrëma, i pati thënë princi i vogël për një herë. Mirëmbrëma, i pati thënë gjarpri. Në çfarë planeti kam zbritur vallë? Pyeti princi i vogël. Në tokë, në Afrikë, i që përgjigjur gjarpri. Po këtu nuk pas ka këmbë njeriu në faqe të tokës. Këtu jemi në mes të shkretëtirës. Nuk ka asnjëri në shkretëtirë. Toka është e madhe, pati thënë gjarpri. Princi i vogël që ulur mbi një gur dhe i pati ngritur syt nga qielli. Pyes veten, nëse ndoshta yjet vezullohen me qëllim që gjithkush të mund të gjejë të tije një ditë. Shikoje planetin tim, ai ndodhet pikërisht përmbi ne. Po sa larg që qenka? Shumë i bukur qenka, i pati thënë gjarpri. Po ti përse ke ardhur këtu? Pa ta hasur ca vështirësi me një lule, u përgjigj princi. Brofi gjarpri. Dhe patu mbetur në heshtje. Ku ndodhen njerëzit? Pati rimar fillin e bisedës pas një cop here princi i vogël. Qenka vetmi e madhe këtu në shkretëtirë. Vetmi e madhe është edhe pranë njerëzve, ju përgjigj gjarpri. Princi i vogël e pati kundruar gjatë. Ti qenke një kafsh fort qesharake, i pati thënë ai më në fund. Qenke i holl sa një gisht. Por ndërkohë unë jam më i fuqishëm edhe se gishti i vetë mbretit, tha gjarpri. Princi i vogël pati vënë buzën në gaz. Ti nuk më duke shumë i fuqishëm. As putra nuk paske, e as që mund të ecësh. Unë mund të të shpije edhe më larg se një transoqeanik, i tha gjarpri. Dhe pastaj që rrotulluar rreth kyçit të këmbës së princit të vogël, sikur të ishte një byzëlyk i ardh. Njeriu që prek, unë ja kthej mbrapsht dheut nga i cili ka ardhur, por ti ndërkohë je i lirë dhe vjen nga një yll. Princi i vogël nuk i qe përgjigjur. Më vjen keq për ty, ti që je kaq i dobët në këtë tokë graniti. Do të mund të ndihmoj një ditë nëse do të të marr malli për planetin tënd. E kuptoj mjaft mirë, ju përgjigj princi i vogël. Po ti përse flet gjithmonë me enigma? Se i zgjidh që të gjitha, ju përgjigj gjarpri. Dhe pa të mbetur në heshtje. Princi i vogël i pati rënë përmes shkretëtirës dhe nuk pati gjetur vetëm një lule të vetme. Një lule dhe 3 petale. Një lule të vogël të çfarëdoshme. Mirdita, pati thënë princi i vogël. Mirdita, i që përgjigjur luleja.
Po njerëzit ku janë? Pyeti me mirësjellje princi I vogël. Një ditë lulja pati parë tek kalonte aty pari një karvan. Njerëzit ekzistojnë një 6-7 syresh. I kam parë shumë vite më herët, por nuk dihet se ku mund të gjendin ata. Era I shtyn sa andej këndej. Ata nuk kanë rrënjë, dhe kjo gjë I bën të turpërohen fort. Lam të mirë, I pa thënë princi I vogël. Lam të mirë, I që përgjigjur luleja. Princi I vogël ishte ngjitur në një tjetër mal. Malet e vetme që ai kishte parë në jetën e vet, qenë 3 vulkanet e planetit të tij, që mezi arrinin deri tek gjunjët. Dhe ndërkaq, vulkanin e fikur ai e përdorte si stol për të ulur mbi të. Nga maja e një mali të këtill, do të mund të shohë tër planetin dhe gjithë njerëzit, pati menduar me vete. Por gjithçka kish mundur të shihte, ishin vetëm shpatë shkëmbore teje të thepisura. Mirdita, pati thirrur ai. Mirdita, 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 I që përgjigjur Jehona. Kush jeni ju? Pati pyetur princi I vogël. Kush jeni ju? Ju, I që përgjigjur Jehona. Bëhuni miqtë e mi, jam shumë I vetmuar, pati thënë princi. Jam shumë I vetmuar, I që përgjigjur Jehona. Sa planet qesharak, pati menduar atëherë princi. Qenka I tëri I shkret, plot me thepa dhe I gjithi I kripur. Dhe njerëzit nuk paskan as pak imagjinat. Ata vetëm përsëriskan ato që u thonë, kurse në planetin tim kisha një lule, që për më tepër, fliste gjithmonë e para. Pati ndodhur që pasi princi I vogël, në ecje sipër, pati kaluar përmes rërës, shkëmbinjve dhe borës, ai më në fund pati gjetur edhe një rrugë. Dhe të tëra rrugët të çonin tek njerëzit. Mirdita, pati thënë princi I vogël. Ishte një kopsht I lulëzuar, plot me trëndafila. Mirdita, I qenë përgjigjur trëndafilat. Princi I vogël I pati soditur. Të gjithë I ngjanin lules së tij. Kush jeni ju? I pyeti krejt I shtangur princi I vogël. Ne jemi trëndafila, u përgjigjën ato. Ah, sa çudi, klithi princi I vogël. Dhe që ndjerë shumë I palumtur. Lulja I vet, I pati treguar se ajo përbënte ekzemplarin e vetëm të specisë së saj në krejt universin. Dhe ja, ndërkohë, ku kishte para tij 5.000 syresh, të tëra një lloj me të, në një kopsht të vetëm. Atëherë ai pati menduar me vete. Lulja do të ndihej shumë keq nëse do ta shihte këtë. Do të bënte sikur kollitej më të madhe dhe do të shtirej si e vyshkur për t'i shpëtuar të dukurit qesharake. Në atë çast që shfaqur dhelpra. Mirdita, pati thënë ajo. Mirdita, I që përgjigjur princi I vogël duke u kthyer nga ajo, por nuk pati mundur të shihte dot askënd. Jam këtu, pati përshpëritur zëri, përmes një pemë molle. E kush je ti? Pyeti princi I vogël, duke shumë I këndshëm. Unë jam një dhelpër. Eja të luash me mua, propozoi princi I vogël. Ndihem shumë I trishtuar. Nuk mund të luaj me ty. Unë nuk jam një kafshë e zbutur, u përgjigj dhelpra. Ah, më fal atëherë. Por pas një momenti reflektimi pati shtuar. E çfarë dashkë të thot fjala e zbutur? Nuk qenke nga këto anti. E çfarë po kërkon vallë? Pyeti dhelpra. Po kërkoj njerëzit, ju përgjigj princi I vogël. E çfarë dashka të thot fjala e zbutur ndërkaq? Njerëzit, I pati thënë dhelpra, kanë pushk me të cilat dalin për gjah. Gjë kjo tejet e mërzitshme. Ata rrisin po ashtu edhe pula. Vetëm kjo gjë u intereson. Mos po kërkon gjë pula ti? Jo, u përgjigj princi I vogël. Unë po kërkoj miq. E çfarë dashka të thot fjala e zbutur ndërkohë? Kjo është diçka krejt e rënë në harres, do të thotë të krijosh marrëdhënie, lidhje. Të krijosh lidhje, marrëdhënie? Sigurisht, tha dhelpra. Ti deri më tani, për mua, nuk je gjë tjetër vetë se një djalosh I ngjashëm me 100.000 djemka të tjerë.
dhe nevojë për ty nuk kam. As ti nuk ke nevojë për mua. Unë për ty jam veç një dhelpër e njëjtë me 100.000 dhelpra të tjera. Por nëse ti do të më zbusësh, atëherë ne do të nisim t'ja kemi nevojën njëri tjetrit. Ti do të bëhesh për mua i vetmi në botë, dhe unë do të bëhem për ty e vetmja në botë. Tani fillova të kuptoj diçka, tha princi i vogël. Një lule, po nis të mendoj se ajo më pas ka zbutur mua. Është e mundur, i pati thënë dhelpra, çfarë nuk ndodh në tokë? Kjo nuk ka ndodhur në tokë, pati thënë princi i vogël. Dhelpra që dukur në mëdyshje. Në një planet tjetër? Po, a ka ndonjë gjuetar në këtë planet? Jo, nuk ka. Kjo po që qenë ka gjë me interes. Po pula, a ka aty? Jo. Fundja, asgjë nuk është e përkryer, po shpëriti dhelpra. Por dhelpra i që rikthyer idesë së saj. Jeta ime është fort e mërzitshme. Unë i gjuaj pulat dhe njerëzit më gjuajnë mua. Tërë pulat janë të ngjashme me njëra tjetrën. Dhe kjo gjë është tepër e mërzitshme. Por nëse ti do të më zbutësh, jeta ime do të marrë një ndriçim tjetër. Kështu do të mund të dalloj një zhurmë hapash që për mua do të jenë ndryshe nga gjithë të tjerat. Hapat e tjerë do të më bëjnë të fshihem nën tokë, ndërsa zhurma e hapave të tu do të më bëjë të dal nga strofka, sikur të ishte muzikë. E pastaj shikon aty në fund të arave me grur? Unë bukën dhe grurin nuk i ha, për mua janë të kota. Fushat dhe gruri asgjë nuk më kujtojnë. Dhe kjo është diçka e trisht. Por ti i paske flokët të praruara, dhe prandaj do të jetë mrekulli kur të më kesh zbutur. Gruri që është i praruar, ty do të më kujtoj, dhe do të nis të dashurohem me zhurmën e erës me skallimve të grurit. Dhelpra pati heshtur dhe kish nisur të kundronte pa ndaluar princin e vogël. Të lutem, zbut më, pati thënë. Me kënaqësi, ju përgjigj princi i vogël. Por shumë kohë nuk kam. Gjithsesi, nevojitet të gjej miq dhe të njoh shumë gjëra të reja. Gjërat e vetme që njohim janë ato që ne zbusim, pati thënë kështu dhelpra. Njerëzit as që kanë më kohë për të njohur gjëra. Ata i blejnë të gatshme gjërat nga tregtarët, por meqense nuk ekzistojnë tregtarët që shesin miq të gatshëm, atëherë edhe njerëzit kanë mbetur pa miq të vërtet. Prandaj nëse ti do të kesh një mik, zbut më, të lutem. E çfarë duhet të bëj? Pyeti princi i vogël. Nevojitet të jesh tepër i duruar, ju përgjigj dhelpra. Si fillim ti do të ulesh diku larg meje. Kështu, në bar. Unë do të të kundroj me bisht të syrit dhe ti nuk do të thuash asgjë. Sepse fjalët shpesh bëhen burim keq kuptimesh. Por me kalimin e çdo dite, ti do të mund të ulesh gjithmonë më pranë meje. Princi i vogël që kthyer të nesërmen. Do të kishte qenë e udhës, të kishe ardhur në të njëjtën orë, i pati thënë dhelpra. Nëse ti vjen, për shembull, çdo pasdite në orën 4, unë qysh nga ora 3 do të nis të ndihem e lumtur. Dhe me kalimin e minutave drejt orës 4 fiks, do të nis të shtohet lumturia ime. Kur të vi ora 4, unë do të nis të emocionohem dhe të shqetësohem. Kështu pra, do të zbuloj çmimin që duhet paguar për të qenë e lumtur. Por nëse ti vjen kur të do qefi, unë asnjëherë nuk do ta di se për në çfarë ore ta përgatis zemrën time. Ritualet janë të rëndësishme. E çfarë në qen ka vallë një ritual? Pati thënë princi i vogël. Edhe kjo është diçka që ka rënë prej kohësh në harres, i pati thënë dhelpra. Është ajo gjë që e bën një ditë të ndryshme nga tjetra, një orë të ndryshme nga orët e tjera. Është një ritual për shembull që e kanë gjuetarët që më gjëmojnë mua. Të ejnëten ata vallëzojnë me vashat e fshatit. Për këtë arsye, e ejntja është një ditë e mrekullueshme. Unë vete deri te vreshtat. Nëse gjuetarët do të vallëzonin sipas qefit në çfarë do dite, ditët do t'i ngjanin shumë njëra tjetrës dhe unë nuk do ta bëja kurrë pushim. Kështu pra, princi i vogël e pati zbutur dhelprën.
Dhe kur pati ardhur ora e largimit, do të qaj, pati thënë dhelpra. Vete ke fajn, ju përgjigj princi. Unë nuk doja që të bëja të ndihesh e keq, por ti deshe vetë që unë të zbusja. Po është e vërtet, tha dhelpra. Por ke për të qartë tani, i tha princi vogël. Sigurisht, ju përgjigj dhelpra. Po atëherë çdo bi pati nga e gjithë kjo? Kam dobi, po si, ju përgjigj dhelpra. Tani ngjyra e grurit do të më kujtojë diçka. Pastaj pati shtuar. Shko të hedhësh një sy trëndafilave. Dhe me njëherë do të kuptosh se lulja jote është e pashoqe në të gjithë botën. Kur të kthehesh për të më thënë lam të mirë, do të dhuroj një sekret. Princi i vogël që larguar për të parë trëndafilat. Ju nuk qenkeni as pak të ngjashëm me lulën time. Ju nuk qenkeni akoma asgjë, u pati thënë ai. Askush nuk ju paska zbutur juve, dhe as kënd nuk paskeni zbutur ju. Ju qenkeni si që ishte më parë dhelpra ime, që ishte e njëjtë me 100.000 dhelpra të tjera. Por unë e shndërova atë në miken time, dhe tanim për mua, ajo është bërë vetmja dhelpër në botë. Dhe trëndafilat që ndjerë ngushtë. Ju jeni të bukura, por krejt të zbrasta, pati thënë ai sërisht. Nuk mund të vdiset për ju. Sigurisht që ndonjë kalimtar i rastit do të pandehte se lulet trëndafili im gjan me ju, por ajo vetëm është më e rëndësishme se të gjitha ju së bashku, sepse pikërisht atë kam ujitur unë. Sepse atë pata futur unë nën kupën për qelqi. Sepse vetëm atë, unë e pata mbrojtur me erpritës. Sepse vetëm për të i pata vrarë vemjet, me përjashtim të 2-3 syresh, që i pata kursyer për të bërë flutura. Sepse vetëm atë pata dëgjuar të mankoj apo të krenohi, ose ndonjëherë edhe të heshte, sepse vetëm ajo është lulja, trëndafili im. Dhe që kthyer tek dhelpra. Lam të mirë, i pati thënë dhelprës. Lam të mirë, ju përgjigj ajo. Ja sekreti im, është shumë i thjeshtë. Vetëm me sytë e zemrës mund të shohësh kthjelltësisht. Thelbësoria është e padukshme për syrin tonë. Thelbësoria është e padukshme për syrin tonë. Pati përsëritur princi i vogël për t'ia kujtuar vetes. Është pikërisht koha që ti ke humbur për lulën tënde trëndafil, ajo që e bën lulën tënde kaq të rëndësishme për ty. Është pikërisht koha që kam humbur për lulën time, pati përshpëritur princi i vogël për t'ia kujtuar vetes. Njerëzit e kanë harruar tashmë këtë të vërtet, por ti nuk duhet të harrosh. Njeriu bëhet përgjegjës përgjithmonë për ato çfarë ka zbutur. Ti tanim i e përgjegjës për lulën tënde trëndafil. Unë jam përgjegjës për lulën time, pati përshpëritur princi i vogël për t'ia kujtuar vetes. Mirdita, tha princi i vogël. Mirdita, ju përgjigj kontrollori. Me çfarë merresh ti këtu? Pyeti princi i vogël. I ndaj udhëtarët në grupe me nga 1.000 antar, ju përgjigj kontrollori. I dërgoj trenat që të transportojnë këta njerëz, ndonjëherë djathtas, nganjëherë majtas. Dhe një tren ekspres me ngjyrë shkëlqyese, duke bubullitur si vetëtima, e pati dridhur gabinën e kontrollit. Të gjithë e kanë me nxitim, tha princi i vogël. Po çfarë kërkua kanë vallë? Dhe vetë makinisti në lokomotiv se ka iden as pak, pati thënë kontrollori. Një tjetër tren ekspres shkëlqyes kaloi si raket në drejtim tjetër. Po u kthye kanë kaq shpejt? Pyeti princi i vogël. Këta nuk janë të njëjtët pasagjerë, tha kontrollori. Janë shkëmbyer. Pse nuk qenë kanë vallë të kënaqur aty ku ndodheshin? Njeriu nuk është kurrë i kënaqur me vendin ku ndodhet, tha kontrollori. Dhe që dëgjuar gjëmimi si i bubullimës i një treni të tretë, ekspres, shkëlqyes. Po këta, a mos janë vallë duke ndjekur udhëtarët e parë? Pyeti princi i vogël. Nuk po ndjekin askënd, tha kontrollori. Dremisin aty brenda vagoneve, ose maksimumi gogësin nga pak.
Janë vetëm fëmijët ata që ngjeshin hundët pas xhamit. Ata po që janë fatlum, tha kontrollori. Vetëm fëmijët e ditë kanë se çfarë kërkojnë, ju përgjigj menjëherë princi i vogël. Ata i humbasin kohën me një kukull prej lecke, edhe ajo befas bëhet e rëndësishme për ta. Dhe nëse dikush u merr, ata qajnë. Ata janë me fat, tha kontrollori. Mirdita, tha princi i vogël. Mirdita, ju përgjigj tregtari. Ai ishte një tregtar barnash të posaçme që qetëson etjen. Mund të pihet një syresh në javë dhe pastaj as që ndihet më nevoja për të pirë ujë. E përse vallë ti i shit ke këto gjëra? Pyeti princi i vogël. Sepse kështu ekonomizohet fort mirë koha, ju përgjigj tregtari. Ekspertët e fushës kanë bërë llogarit për katse dhe kanë zbuluar se kështu kursehen 53 minuta në javë. E çfarë i bie të bëjë njeriu me këto 53 minuta vallë? Bën çfarë t'ja ketë ënda. Unë, nëse do të kisha 53 minuta në dispozicion, do të ecja ngadalë drejt burimit. Ju përgjigj princi i vogël. Ishim tashmë në ditën e 8 të defektit të aeroplanit tim në shkretëtir, dhe historinë me tregtarin e pata dëgjuar teksa kisha rufitur edhe pikën e fundit të rezervave të mia të ujit. I thash princit të vogël, qenë kanë vërtet të këndshme kujtimet e tua, por unë ndërkaq akoma se kam rregulluar aeroplanin tim. Nuk kam asgjë për të pirë. Edhe do të isha edhe unë fort i lumtur nëse do të shkoja dal nga dal drejt një burimi uji. Mikja ime dhelpër më pati thënë, buraci im i dashur, këtu nuk bëhet fjalë për dhelprën. E përse vallë? Sepse kemi për të vdekur nga etja. Ai nuk e kuptoi arsyetimin tim dhe mu përgjigj. Është gjë e bukur të kesh pasur një mik, edhe nëse pas kësaj të ndodh të vdesësh. Unë jam tepër i kënaqur që kam pasur një mik e dhelpër. Ky se pas ka idenë e rrezikut, mendova me vete. S'ka kur, as oreks, as etje. Këti i mjaftua kanë vetëm careze dielli. Por ai më shikoi drejt në sy dhe ju përgjigj mendimit tim. Edhe unë jam i etur. Le të kërkojmë një pus. Unë bëra një gjest që tregonte kapitjen time. Ishte fundja diçka e pakuptim që të kërkoj një pus kuturu në mes të pafundësisë së shkretëtirës. Sidoqoftë nisëm të ecim. Pasi ecëm për orë të tëra në heshtje, ranata dhe yjet nisën të ndizeshin. Unë i sodisja si në ëndër, përmes vegimeve të etheve që më kishin zënë për shkak të etjes. Fjalët e princit të vogël vërbulloheshin në kujtesën time. Edhe ti pas ke etje? E pyeta. Por ai nuk ju përgjigj pyetjes sime. Më tha vetëm kaq. Pakës ujë mund t'i bëj mirë edhe zemrës. Nuk arrita ta kuptoj përgjigjen e tij, por nuk fola gjithsesi. E dija mirë se nuk bënte ta ngacmoja më tepër. Ai ishte i lodhur. Ula edhe unë pranë tij. Dhe pas një copë heshtjeje, ai tha sërish. Janë të bukura yjet për shkak të një luleje që nuk e shohim dot. Ju përgjigja, dhe vështrova, pa folur, palët e rërës që ndriçoheshin nga hëna. Edhe shkretëtira është e bukur, shtoi ai. Dhe kishte të drejtë. Gjithmonë më ka pëlqyer shkretëtira. Aty mund të ulesh mbi një dunë rëre. Asgjë nuk duket. Sidoqoftë, diçka vezullon në heshtje. Ajo që e bën kaq të hijshme shkretëtirën është fakti se aty fshihet ndonjë pus diku rrotull, tha princi i vogël. U befasova kur e kuptova papritmas atë rrezatimin e çuditshëm të rërës. Kur kam qenë i mitur, pata banuar në një shtëpi të vjetër, dhe legjenda e saj tregonte se aty pari ndodhe një thesar i fshehur. Natyrisht askush nuk mundi ta gjente ndonjëherë. Por megjithatë, tër neve banorëve të asaj shtëpie, na ma gjepste kjo gjë, sepse shtëpia ime fshihte një sekret brenda zemrës së saj. Po, i thash princit të vogël, pavarësisht nëse bëhet fjalë për ndonjë shtëpi, për yjet në qiell apo shkretëtirën, thelbi i hijeshisë së tyre është i padukshëm. Jam fort i kënaqur, tha princi i vogël, që ti qenë ke dakord me dhelprën time. Kish nisur të përgjumej dhe unë e mora në krah,
dhe rinisa të ecja. Isha vërtet i mallëngjyrë. Më dukej sikur po mbaja në duar një thesar të brisht. Më dukej gjithaq se gjë më të brisht nuk ishte në faqen e tokës. Ja sodisja në ndritën e hënës, atë ballën e zvet, ata sytë mbyllur, ato buklet e flokëve që dridheshin në erë, dhe mendoja me vete. Kjo që po shoh është vetëm mbështjellja. Pjesa më e rëndësishme është e padukshme. Dhe me qënë se buzët e tij gjysmë të puthitura kishin marrë formën e një buzëqeshje, mendova sërish. Ja se çfarë më mallëngjen më tepër lidhur me këtë princ të vogël të përgjumur. Është fjala pikërisht për besnikërinë e tij kundrejt një luleje. Është vetë imazhi një luleje trëndafil që mishërohet në trajtat e tij, por sa flaka një lampe, edhe kur ai dremit. Dhe më dukej akoma më i brisht, sepse llampat duhen ruajtur me kujdes. Mjafton një fladere dhe ato mund të fiken me njëherë. Dhe kështu, në ecje sipër zbova pusin pran agut të diellit. Njerëzit, tha princi i vogël, rasen brenda trenave ekspres, por as që i kanë idenë se çfarë kërkojnë. Prandaj shqetësohen dhe nisin të rrotullohen pa pushim. Dhe shtoj, nuk ja vlen fare. Pusi që gjetëm nuk ngjante as pak me puset e Saharas. Puset saharian janë vetëm ca vrima të thjeshta të gërmuara në rër, kurse ky ngjante me një pus fshati. Por aty pari, as një fshat nuk kishte, dhe po ndihesha si në ëndër. Qenka e habitshme, i thash princit të vogël. Gjithçka që ka gati, rrotulla, kova dhe litari. Ai vuri buzën në gaz, kapi litarin dhe vuri në punë rrotullën. Dhe rrotulla kërciti ashtu siç kërcet një erë treguese vjetër, që prej kohësh nuk është shtyr nga forca e erës. Dëgjo, më tha princi i vogël. Ne po e zgjojmë nga letargu këtë pus dhe ai nisi të këndoj. Nuk doja që të lodhej. Ma lër mua, i thash, është shumë e rëndë për ty. Me ngadalë ngrita kovën gjerë te gryka e pusit. E vura në drejt peshim, ndërsa në vesh akoma dëgjoja kërcëllimat e rrotullës dhe në ujin akoma të dridhur, shikoja diellin krejt në drithma. Jam vërtet i etur për këtë ujë, më tha princi i vogël. Jep më të pi, të lutem. Dhe tani më arrita të kuptoj se çfarë ai kërkonte. E ngrita kovën gjerë në buzët e tij. E gjerboi me sy mbyllur. Ishte një moment i bukur si për fest. Ky ujë ishte shumë më tepër se një ushqim i thjeshtë. Ky ujë kishte lindur si pasojë e marshimit në nyje, e kërcëllitjes së rrotullës, e lodhjes së krave të mi. Ishte i vyer për zemrën, si një dhuratë për mua. Kur pata qenë i vogël, dritëzat e pemës së krishtlindjeve, muzika në meshën e mesnatës, ëmbëlsia e buzëqeshjeve, i bënin edhe më vezëllyese dhuratat që më jepnin. Këtu në planetin tënd, njerëzit kultivojnë 5.000 trëndafila brenda një kopshti të vetëm, dhe sërish nuk arrijnë ta gjejnë atë që kërkon, më tha princi i vogël. Jo, nuk e gjejnë, ju përgjigja. E megjithatë, ajo çfarë kërkojnë mund të gjendet tek një trëndafil i vetëm, ose në pak glënga ujë. Sigurisht, ju përgjigja. Dhe ndërkaq princi i vogël shtoi. Por syt janë të verbër, me zemër duhet kërkuar. Kisha pirë, merja frymë më lehtë, ndërsa rëra, në agun e diellit dukej me ngjyrë mjalti. Më bënte të lumtur edhe kjo ngjyrë mjalti. Atëherë pse akoma ndihesha plot ankth? Duhet ta mbash premtimin tënd, më tha ëmbëlsisht princi i vogël që ish ulur sërish pranë meje. Cilin premtim? E pra, një turiz për delen time. Unë tashmë jam përgjegjës për atë lule. I nxora nga xhepi skicët e mia. Princi i vogël i spikati dhe më tha duke qeshur. Baobabët e tu ngjajnë më tepër si lakra. Oh, dhe unë që ndihesha kaq krenar për mënyrën si i kisha vizatuar baobabët. Dhelpra jote, veshët e saj, duken më tepër si brirë dhe janë tepër të gjata. Dhe qeshi përsëri. Po si lësh keq, buraci dashur. Unë më parë s'dia të vizatoja asgjë më tepër se ndonjë boa së brendshmi apo së jashtmi.
"O, s'ka problem," tha ai. "Fëmijët gjithsesi kuptojnë." Kështu që vizatova edhe një turiz. Dhe se që ndjeva një shtrëngim në zemër kur ja dhash. "Mos vallke ndonjë plan që unë se njoh?" Por nuk mu përgjigj. Më tha, "E di çfarë? Qysh nga koha që pa ta rënë këtu në tokë. Nesër është përvjetori." Pastaj, pas një momenti në heshtje, më tha sërisht, "Pa ta rënë pikërisht këtu afër." Dhe u skuq. Përsëri, pa e kuptuar përse, u ndjeva e shqetësuar. Por sidoqoftë nga buzët më doli një pyetje. Atëherë nuk pas ka qenë rastësi fakti që atë mëngjes kur të pata njohur, ti eci e vetmuar mijëra milje larg çdo vendi të banuar. Pas ke qenë duke u rrekur të kthehesh tek vendi ku patë rënë. Në tokë pra. Princi i vogël u skuq sërish. Dhe unë shtova pak me ngurim. Për shkak të përvjetorit ndoshta, princi i vogël u skuq edhe një herë. Nuk po i përgjigjej asnjë pyetje, por fundja kur njeriu skuqet, kjo gjë merret si pohim, apo jo? "Ah," i thash, "druaj se..." Por ai mu përgjigj, "Tani duhet të punosh. Duhet të shkosh sërish tek aeroplani yt. Të pres këtu, ktheu nesër mbrëmë." Por nuk ndihesha fort i bindur. Po më kujtoi dhelpra. Njeriu rrezikon të qaj një çik nëse lë veten të zbutet nga ndokush. Anës pusit ndodhe një mur i vjetër i rënuar. Kur u ktheva nga punët e mia mbrëmjen pasardhëse, e shquajta së largu princin tim të vogël që ishte ulur mbi të, me këmbët që i vareshin në ajër. E dëgjova tek fliste. "Nuk të kujtohet tamam pra, nuk qen ka pikërisht kështu," thoshte ai. Duke qartas që një tjetër zë i përgjigjej, sepse ai ja ktheu. "Po pra, po. Dita është pikërisht kjo, por vendi nuk është ky." Vazhdova udhën time drejt murit. Akoma nuk arrija ta shikoja apo dëgjoja personin tjetër, por gjithsesi, princi i vogël ja ktheu sërish. "Sigurisht, do të shohësh se ku fillojnë gjurmët e mia në rër. Vetëm më prit aty. Do të vi këtë natë." Isha 20 metra larg murit dhe akoma nuk shikoja asgjë. Princi i vogël tha sërish pas një çasti heshtjeje, "Helmin të mirë e ke. A je vërtet i sigurt që nuk do të më lësh të vuaj shumë gjatë?" Ngriva në vend, me zemrën që po më rrihte fort, por akoma nuk po kuptoja dot. "Tani ik," tha, "dua të zbres." Atëherë edhe unë hodha një sy poshtë murit dhe kërceva pupthi. Aty ndodhej përballë princit të vogël, një nga ata gjarpërinte verët që të vrasin për 30 sekonda. Sado që po gërmoja në xhep për të kapur pistoletën, gjithsesi ja krisa vrapit. Por për shkak të zhurmës që bëra, gjarpri nisi të rrëshqiste but në përër, si val deti që ja vitet brekut, dhe pa e pasur fort me nxitim, u fut me zgurve me një zhurmë të lehtë metalike. Arrita te muri tamam në kohë sa për ta pritur në krah burracin tim të dashur, që ish bëri zbet, por si dëbora. "Si qen ka puna kështu? Pas ke filluar të llafosësh edhe me gjarprin tani?" Ja hoqa shallin në art. Ja laga pakës tëmthat dhe i dha shtëpi. Dhe tanim nuk guxoja ta pyesja për asgjë tjetër. Më hodhi një vështrim të zymt dhe ma shtrëngoi qafën me krahët e tij. Ja ndjeva zemrën tek i rrihte fort, si një zokthi para se të jap shpirt, pasi e kanë qelluar me pushk. Më tha, "Jam shumë i lumtur që ti paske mundur ta gjesh defektin aeroplanit tënd. Tashmë duhet të kthehesh në shtëpinë tënde." "Po ti nga i ditë ke këto gjëra?" Qesh gati për t'i thënë se krejt pa pritmas ja kisha dalë ta rregulloja motorin. Nuk ju përgjigj pyetjes sime, por shtoj. "Edhe unë, sot, do të kthehem në shtëpi." Pastaj plot melankoli tha, "Ndodhet shumë më larg, është shumë më e vështirë." E ndjeva se po ndodhte diçka jashtëzakonshme. E shtrëngoja në krah, sikur të ishte një fëmijë i vockël, por sidoqoftë më dukej sikur ai po zhytej pa ndalur drejt thellësive të një honi, pa mundur dot unë të bëja asgjë për ta mbajtur pranë meje. Kishte një vështrim serioz të përhumbur diku larg. Delën tënde e kam, dhe kutizën për dele e kam, dhe kam edhe turizën, dhe buzëqeshi plot melankoli. Prita gjatë, e ndjeva se pak nga pak, por i ngrohej.
Buraci dashur pate frikë duket. Pa dyshim që ishte frikësuar. Por ai më buzëqeshi ëmbëlsisht. Do të druaj shumë më tepër sonte. Ngriva në vend për shkak të ndjesisë se nuk mund të bëja dot asgjë. Dhe e kuptova se nuk do të mund të duroja iden, se nuk do të shikoja më atë të qeshur, që për mua ishte si një burim ujë në mes të shkretë të tjerës. Burac, dua të shikoj sërish të qeshesh. Por ai më tha, këtë natë do të mbushet plot një vit, dhe ylli im do të ndodhet pikërisht mbi vendin ku pata rënë vitin e kaluar. Burac, nuk është e vërtet. A mos është vallë vetëm një ëndër e keqe ajo historia me gjarprin, me takimin dhe me yllin tënd? Por nuk më përgjigj. Më tha, ajo që është vërtet e rëndësishme, nuk dallohet me sy të lirë. Sigurisht, është si me lulen. Nëse ti e do shumë një lule që ndodhet në një yll, atëherë nata për ty bëhet më ëmbël teksa e vështron qiellin gjatë mbrëmjes, sepse të gjitha yjet janë të lulëzuara. Sigurisht, është si me ujin. Ai ujë që ti më patë dhënë të pi, ishte si muzikë. Kërcëllimet e rrotullës, të kovës. A të kujtohet? Sa i shishëm që ishte. Sigurisht, natës yje do të vështrosh. Ylli im është teti vockël, ndaj nuk mund të tregoj se ku ndodhet. Më mirë kështu. Në këtë mënyrë, ylli im për ty do të jetë një ndër gjithë yjet e tjerë të pafundësisë. Kështu që do të duash t'i vështrosh të yjet për natë. Të gjitha do të bëhen miket e tua. Dhe tani dua që të bëj një dhuratë. Qeshi sërish. Ah, buraci im. Sa ma ka ënda ta shikoj këtë të qeshurën tënde. E pra pikërisht kjo do të jetë dhurata ime. Do të jetë si me ujin. Çfarë po dëshiron të thuash? Yjet për njerëzit janë të ndryshme. Për disa njerëz, ata që udhtojnë për shembull, yjet shërbejnë si udhërrëfyes. Për të tjerë, yjet duken si dritëza të vogla. Për të tjerë akoma, që janë fort të ditur, ato përbëjnë një problem. Për atë biznesmenin që pata takuar, ato janë një lloj si ari, por ndërkohë, tërë këto yje rrinë në heshtje. Ndërsa ti do të kesh disa yje që askush tjetër nuk do të mund t'i ketë dot. Çfarë po thua? Kur ta vështrosh ti qiellin, nedve, me qenë se unë do të banoj në njërin prej tyre, me që unë do të jem duke qeshur në njërin prej tyre, atëherë ty do të duket sikur të gjitha yjet po qeshin. Ti do të kesh, vetëm ti e askush tjetër, disa yje të qeshura. Dhe sërish qeshi. Dhe kur të jesh ngushëlluar mjaftueshëm, të gjithë në një farë pike ngushëllohemi, do të ndihesh i lumtur që më pati njohur. Për herë do të mbetesh miku im. Do të kesh dëshirë të qeshësh për mua. Dhe ndonjëherë dritare do ta hapësh. Kështu, sa për qef. Dhe pas kësaj, miqtë tu do të habiten tek do të shohin duke qeshur ndërsa sodit qiellin. Dhe atëherë ti do të thuash: "Po, yjet nganjëherë ma vën buzën në gaz, edhe do të marrin për të çmendur. Do të kem luajtur një reng të këndshëm." Dhe sërish qeshi. Do të jetë sikur në vend të yjeve, do të kem dhënë një burim të qeshure të pafund. Dhe përsëri qeshi. Mori një tis serioz sërish. Këtë mbrëmje, e ke parasysh? Mos eja. Nuk të lë vetëm. Ka për të dukur se unë do të ndihem keq. Ka për të dukur edhe një çik sikur do vdes. E vërtet është, por ti nuk ke përse të vish. Nuk ja vlen fare. Jo, nuk të lë vetëm. Por ai ishte qartësisht i shqetësuar. Vetëm kaq të them. Edhe lidhur me gjarprin, nuk është fare nevoja që të kafshoj. Gjarprinjt janë të këqinj. Por ai mund të kafshoj për ta bërë qefin me qenë se jo, nuk të lë. Por diçka e bëri të ndihej mirë. A është e vërtet vallë se për kafshimin e dytë nuk kanë më helm? Atë mbrëmje nuk e pash të nisej. Ishte tretur pa u ndier fare. Kur mund të arri, po ecte me hap të vendosur dhe të përshpejtuar. Më tha vetëm kaq: "Ah, këtu qenke." Dhe më mori për dore. Por akoma e mundon të diçka. E pati gabim. Do të vuash.
Unë do të dukem i vdekur, por e vërtet nuk do të jetë. Unë rria gojë mbyllur. A më kupton? Është tepër larg. Trupin tim se marr dot me vete. Është shumë i rëndë. Unë rria heshtur. Por ai do të bëhet si një lëvore e vjetër e braktisur. Lëvoret e vjetra nuk të japin trishtim. Unë rria gojë mbyllur. U dekurajua pakës, por bëri një përpjekje të fundit. Do të jetë shumë bukur, ke për të parë. Edhe unë yje do t'i vështroj. Gjithë yje do të jenë për mua si capuse me nga një rrotull të ndryshkur. Të tëra yje do të më shuajnë etjen. Unë rria i heshtur. Do të jetë kaq dëfryese. Ti do të kesh 500 milion burime hareje, ndërsa unë do të kem 500 milion burime ujë. Dhe pastaj heshti edhe ai, nga që kish nisur të qaj. Ja ku është. Lërm ta hedhi vetëm këtë hap. U ul nga droja. Dhe sërish tha: "E di ti? Lulja ime? Unë jam përgjegjës për të. Ajo është kaq shumë e dobët dhe naive. Dhe ka vetëm 4 gjëmba të vogla për të mbrojtur nga rreziqet e kësaj bote." U ula edhe unë sepse nuk rria dot më në këmbë. Më tha: "Ja pra. Këtu është." Nguroj pakës dhe më pastaj u ngrit prap në këmbë. Hodhi një hap, kurse unë nuk lëvizja dot vendit. U vërejt vetë se një lëvizje e beftë e diçkaje të verdhë pranë kyçit të tij të këmbës. Ai mbeti pa lëvizshëm për një çast. Nuk bërtiti fare. U rrëzua për tokë në të njëjtën mënyrë, siç bie një pemë për dhe. Asnjë zhurmë nuk bëri kur u plandos mbi rër. Tanim sigurisht 6 vite kanë kaluar. Deri më tani, kur më parë se kam treguar këtë histori. Kur më takuan miqtë e mi, qenë shumë të lumtur që më shihnin të gjallë. Isha i trisht për thoja, e kam nga lodhja. Tashmë ndihem më mirë. Do me thënë, nuk ndihem krejt i ngushëlluar. Por gjithsesi e di, se ai ka mundur të kthehet në planetin e vet. Sepse kur dita e goj, trupin e tij nuk e pata gjetur dot. Nuk është se ishte ndonjë farë trupi fort i rëndë. Dhe më pëlqen që gjatë netëve të ri e të dëgjoj yjet. Ato duken si 500 milion burime hareje. Por ja kur ndodhi diçka jashtëzakonshme. Turistës që pata vizatuar për princin e vogël, kisha harruar t'i bëja dhe rripin prej lëkure. Kështu nuk do të kishte mundur kur t'ja vinte turizën deles. Prandaj pyes veten: e çfarë do të ketë ndodhur vallë në planetin e tij? Ndoshta Delia do ta ketë ngrënë lulen. Herë tjetër mendoj, sigurisht që jo, sepse princi i vogël gjithmonë e vendos lulen e vet në një kup prej qelçi dhe e ruan mirë delen e tij. Dhe pastaj ndihemi lumtur. Dhe të tëra yjet qeshin plot hir. Herë mendoj prap. Ndoshta ndonjëherë se ka mendjen dhe kaq mjafton. Ndonjë mbrëmje mund ta ketë harruar kupën prej qelçi, ose ndoshta Delia ka dalë pa u ndier gjatë natës dhe menjëherë yjet nisin të qajnë. Është një mister i madh i tëri. Por ju që princin e vogël ashtu si unë e doni fort, gjithçka në univers ndryshon ose diku, si dihet tamam se ku. Ndonjë dele e panjohur e ka ngrënë apo jo një lule trëndafili. Prandaj vështrojeni qiellin dhe pyeteni veten: a e ka ngrënë vallë apo jo Delia lulen? Dhe do të shikoni se gjithçka ka për të ndryshuar. Por të rriturit ndërkohë, kur nuk kam për ta kuptuar rëndësinë e kësaj gjëje. Këtu në faqen e fundit të librit, kam vizatuar një peizazh, horizontin e tokës dhe yllin në qiell. Pikërisht këtu princi i vogël që shfaqur në sipërfaqen e tokës, dhe më pas këtu që zhdukur. Nëse një ditë do t'ju bjerë udha nga Afrika në shkretë të tjerë, atëherë, përmes këtij vizatimi tim, do ta dalloni. Dhe nëse ju qëllon që të kaloni nga këto anë, ju përgjërohem, mos e merrni me nxitim. Ndaloni një çast aty, në dritën e yjeve. Dhe nëse pas kësaj do t'ju afrohet ndonjë fëmijë, nëse ai qesh, nëse do t'i ketë flokët të praruara, nëse nuk u përgjigjet pyetjeve tuaja, ju me siguri që do ta kuptoni se kush është. E pra, tregoni të sjellshëm me të. Mos më lini më në trishtim. Shkruamuni menjëherë për të më thënë se ai është kthyer.